Mirëmëngjes, Frans. Ç'a kemi nada? Më rrini çik të më këto kufje. Do bëjmë si do bëjmë, është Mars. Se kam kështu si flok të si gërshet. Hap, ta hedh nga ana tjetër. Mirëmëngjes, muaj i ri. Mirëmëngjes, derisa të numëroj gërshetat me Ada. 25 dalin, muajin Mars, suksese në jetë. Dhe më gjërë. Gëzuar Po kur erdhi verës për ata që e festojnë. Po, gëzuar ditën e verës. Kur erdhi Marsi? Ditën e verës. Ja. Kur erdhi? Ishte me data të ndryshme. Zoti i madh, nuk e di kur ishte viti i ri, kur ishte ai, kur filluam emisionin. Kur ishte i ri, erdhi 2027. Erdhi 2028 ta tha. Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radio Travel 104.6 dhe ata që na shohin tani në ekranin e Premium Channel. Ky është zgjohu po. Deshe. Si të doni bëni, por ne jemi zgjohu për vete. Frans, komplimenta për bluzën. O, faleminderit. Duket shumë bukur. Ka logon e programit. Faleminderit. Ja pra, bukur. një kolegi përkushtuar. Nada tani çdo ditë do më shikosh me logon e programit me një bluzë. Jo me të njëjtën, me ngjyra të ndryshme. Për disa muaj do mbaj atë bluzë. Do e bëj si ai tifoz i Manchesterit me flokës që po, ai që do nuk po ri pa ushqetur derisa një mënyrë e zgjuar për të reduktuar shpenzimet. Po kjo është e vërtet. Mikaela më kujtove këtë tifozën e Manchesterit që nuk pret flokët derisa të fitoj Manchesteri 5 ndeshje radhës dhe pas një kështu një meme shumë të bukur në Instagram, ishte Berisha me flokë deri këtu edhe thoshte nuk i presë sa ti grama nga pushteti. Po. Do duhet i bëj gërshet edhe ai. Është tepër mëngjes për këtë temë. Po, nuk kemi pijama besoj. Qa shikon ti? Çau bën një piruet. Në ata qa shikon ti, këto kam veshur. Mirë, po jemi më leçëm, jemi me krah të shkurtra, edhe po reflektojmë se si është moti jashtë, koha po ngrohet, kështu që vetvetiu edhe trupi jon po zgjohet natyralisht edhe më herët. Mua më pëlqen shumë kjo stina, përveç alergjive që janë vërdall, se normalisht poleni bën të vetin, po që gëzuar të hënën. Gëzuar. Edhe një fillim jave sa më të mbar të gjithëve në shoqërinë tonë patjetër, si çdo ditë. E hëna nis me lexim kafeje, lexim filxhani, kafe turke. Kush e ka radhën sot për ta lexuar? Më duket Mikaela, ti e kemi. Po ti e ke. 3 kemi bër, një radhë, po nuk prish shefe unë. Another round, nuk prish shefe unë. Kemi quizin e ditës, po ashtu parashikimin e modit që nuk mungon asnjëherë për të njohur me temperaturat në vend, ndërkohë edhe trafikun me personazhin ton të preferuar Bujarin, që sot është ai Bujari i qet, më duket. Ai shihet. Është ai i poezisë. Të hënat dhe fillimet e muajve i ka ekskluzive Bujari, jari joni dashur. Meriton, është i preferuar. Po do kemi barsaletën e ditës, patjetër që të qeshim. Po do kemi këshillat e mirëqenies, të marrim vesh se ç'ndodh. E lidhur një çik edhe me temën që do trajtojmë sot në fakt, ishte kjo që po thoshte ne Ada, që si reagojmë ne në ndryshimin e stinëve. E kemi këtë temë me të ftuar interesant. Kemi një shprehje që themin ndron gjaku. Ndron gjaku. Nuk e di sa e vërtetë është kjo, çfarë ndodh me gjakun, duhet të pyesim çik Pavlin, nutricionistin ton. Po, fillojmë të konsumojmë më shumë jeshillishe, dieta bëhet më e lehtë edhe trupi ndihet më i lehtë po ashtu. Se flutur. Kemi po ashtu edhe quizin e ditës, që pa filluar mirë pranvera. Dhe krahas quizit të ditës, e cila është mundësia juaj për të angazhuar në program, po ashtu është edhe ankesa e ditës, ku mund të na shkruani dhe në numrin tonë të telefonit 068 40 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel. Do kemi ankesa të fuqishme më duket këtë muaj. Si gjithmonë. Ankesa që të bëjnë të mendohesh, ta gëzish duke u menduar për ato ankesa. Po ti fillim muaji që ke veshur all in black, ç'a ndodhi? Apo thjesht sa do të mbuloj me të zezën në shpirt i bardh më Frans. Ja. Dhe për ta. Shikoni se si tani lexohet që në fytyrë. Si ajo shpreha, mos e shiko gunën, po shikoj punën. Po, mos ashtu. True. Tani nuk e di ato ta dëgjoni herë tjetër këtë që do them në këtë momente, vajza, por jo të lutem, nuk jemi gati. Jo jeni gati, jeni. Ne nga të bëmë atë tua. E vërteta është që mua më mori malli për ju dhe për ta bërë emisionin me ju. Loti që pikon. Të lutem se do na fusesh edhe në fundjavë në punë me këto dëshirat e tua të çuditshme. Jo, unë thash më mori malli që të bëjmë emisionin bashkë, ti thua do na futesh në punë. Po mirë, duhet pak pauzë, pak shkëputje. Po pikërisht pra prandaj më mori malli se të kisha për ditë këtu ty në atë nivel që ke. Nuk e di të drejtën. Kontrolloje malli. Çka kemi? Kemi dhe videon virale. Kemi sot videon virale të ditës apo jo? E kemi patjetër. Sa i surprizuar ishe për këtë gjë. Që ne sot kemi video virale dhe a e kemi mbi të gjitha video virale. Po se thash mos kisha hapur skaletën e gabuar, a ku ta diu. Është 2 mars. Po, hënave kemi një video viral. Okej.
Dhe sigurisht, si çdo ditë kemi dhe këngë të bukura të mira me energji dhe para është tani. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Gaga. Gjuda. Hajde këngë, hajde që në pikë këngë për të na shastisur 1-2 sekondë. E po duhet të shkon njerëzit Lady Gaga që të zgjohen nga gjumi dhe shpejt. Shumë e bukur, shumë e bukur. Nuk ka emision, nuk ka puntat e emisionit tot mos jetë e pranishme zonjusha Gaga. Por na kemi një kontratë me të. Kemi. Mua më paguan për vetëm nuk e di për ju. Nuk e di për ju, unë kam një kontratë me Lady Gaga. Sa i fshet pas ke qenë mordja. Mirë, Mikaela. Po prit se s'ke parë gjatë. Kur të më shohësh te klipi. Jemi me parashikimin e motit për ditën e sotme. Mëngjesi ka nisur i freskët, por moti përmirësohet gradualisht. Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vendit, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta deri mesatare, por kalimtare gjatë orëve të mesditës dhe pasdite. Era fryn me drejtim juglindje veri perëndim me një shpejtësi mesatare 6 metër për sekond. Dalemi pak edhe tek temperaturat e qyteteve kryesore. Shkodra zgjohet me temperatura 7 deri në 19 gradë Celsius, Durrësi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tirana 4 deri në 13 gradë Celsius, Berati 5 deri në 19 gradë Celsius dhe Korça -1 deri në 15 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 2 mars. Si do jetë moti në Rom, Neata? Në Rom? Po. Që ka muaj i Rom. Po pse na çove në Rom sot? Nuk e di. Duhet të bëj një kërkim të shpejtë. Të ta tregoj dhe motin e Romës. Nuk rrezikoja më që të përmendja Athinën se do më nxirrin nga studio me. Jo, për mua përmendë sa duash Athinë. Ke ndonjë rrugë në Rom apo jo? Jo, thjesht po pyes. Sa çpati në Athinë ne. Vranësira paska edhe rreshë shiu gjatë pasdites, 10 është minimumi dhe 16 maksimumi. Ai vole nuk do shkoj. Nuk do shkoj. E kisha një për tash pasdite. Spija një kafe, s'kam pirë kafen e mëngjesit akoma, por megjithatë. Jo, nuk ja vleka. Lere thot Aldo, lere se nuk e di. Po, pak a shumë Asnjë nga ne këtu s'ka pirë kafen e mëngjesit. Tirana me Romën zakonisht njësoja në temperaturë. Përgjithsisht, me çka kam parë, çka kam vërejtur, thjesht Tirana ka më shumë lagështirë. Që ta kemi parë. Aty është e gjitha të lagështira. Se vuajmë ne më shumë, po. Po kjo është vërtet. Jo, tek i ftohti tek i ngroti. Tek i mirë tani. Shikoj ma kanë ndikuar edhe te bujari. Moti, apo do vazhdoni me Romën? Si është zgjuar sot me buba pa buba, i lumtur, i qetë. Hajde për ta shohim. Nuk ka asgjë që shqetëson atë njerëj. Marrim telefon bujari? Marrim. Hajde. De. Oh, halo! Ky e hap vetë, ka nevojë me ty. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, vajza. Mirëmëngjes, Mikaela. Mirëmëngjes, Nada. Mirëmëngjes, bujar. Mirëmëngjes të gjithëve juve që ju dëgjojmë dhe që na dëgjoni. Si jeni zgjuar sot? Mirë, neve mirë. Ti si je zgjuar? Të shndru gjaku apo jo? Gjaku shpret kam shia kreti kam ndru kam bë kolaudim të kretit të trupit tim personal. Muaj të mbar, ditë të mbar, mars të mbar, çfarë të doni mbar si qetësi pastërti dashuri o Zoti më faleminderit. Çiko, unë gjithë javën nuk kisha dot nga mendja atë poezinë. Çfarë thon? Po sa e bukur që ishte mora. Çfarë thon më? Shumë e bukur dhe ka marrë pëlqeu jashtë masa, e ka printuar Mikael. Po jo, nuk e kam printuar, po kam bërë një gjë më të bukur akoma sipas profesionit. Çfarë ke bër? Ta kam kthyer poezinë në këngë bujar. Jo, vetëm për ty. Ha, e ke gati? Ta dëgjoj. Fix, një soi që ka. Festa e ditës. Është kënga bujarit. Jalla. Jasha jari, jasha. Bie zilja ora shtep, tani më nuk është mona. Bie zilja ora shtep, tani më nuk është mona. Tu pi kafen se qbus qeshe, se filon zgjahu po deshe. Shkac më duhet buqi e prada, kur në mëngjes më zgjan e ada. Nes fot si prej unë gjashun se qo. Kimi linga kishim e bujarit. Shkac më duhet buqi e prada, kur në mëngjes më zgjon e ada. Nes fot si prej unë gjashun se qngela. Jella. A moj Mikaela. A moj Mikaela. A i quni atjen me si me
Mikaela I quni atjen mes me qena I mes Këto vargje më kanë met Pa që ditë të bukure të qeqe Këto vargje më kanë met Pa që ditë të bukure të qeqe Ska del Roga akoma. More bujar çfarë këngë. Wow, fix për taksin tonë Roma që janë bujar tani. Ri dhe pak bujari. Po hiç mendje. Moj Mikaela Vetëm për ty Arje. Ishte një këngë shumë e bukur. Më pëlqeu shumë. E tash tutje kom e pas kolon zanore në krejt udhëtimet e mia në taksi. Faleminderit shumë. Do ta vesh gjithkohës në Pra taksi. herë të futet një klient, duhet futet me këtë këngë. Po, pra un bëna një art shumë të bukur poetik me poezinë që u shkrojta, por ti e ke ngritur në nivele të tjera artin. Do të surprizoj prapë. Madje ne menduam ta çonim në Sanremo, po ishin mbyllur aplikimet kemi variant tjetër për Sanremo. Ne kemi instrumental atë. Ishte shumë e bukur Mikaela. Jo, ta mbajmë për vete. Un më duk sikur thoshte teksti Bujari, kompozimi Mikaela, dirigjoi Jetmir Barbullushi dhe Po shpëtim Saraçi ku është? Nuk e di. Ishte pushim atë. Gjithmonë nevojshme Po ishte shumë ishte një surprizë do të thoja shumë e bukur. Se vetëm ti do na surprizosh neve Po, ja. në Ada tashtin e presim surprizën tënde për këtë moment. Ti të bëj surpriza. Ti di të bësh surpriza, por ti nuk do të bësh surpriza. Ja me Terezi. Me Do Terezi. Në muaj të zgjuar apo s'do vetë. Po, Bujari si të ka nisur dita ty sot? Dita ka nisur shumë bukur, në fakt dje po lexoja një libër për antigravitetin dhe ishte shumë e vështirë që ta lija librin poshtë. Si ishte në ajër bashkë me librin? Po isha në ajër bashkë me librin. Ishte antigravitet. Ishte antigravitet dhe E mora vesh, po përveç librit. Po tashi dita ka nisur shumë bukur, me thënë të drejtën, ka duket të pranvera që në mëngjes, duket dielli që në sabah, duket që do jetë një muaj shumë diellor, si i thoni ju, solar. Solar, po. Dhe kjo sigurisht që ka ndikuar në tërfikun e ditës së sotme, sepse tërfiku është më qetë se zakonisht. S'ka lëvizje fare? Ka lëvizje, por herët e kaluara kur ka pas rreshje ka qenë qetë. Sot është inekzistent fare. Sot e ka tepruar një fije me qetësinë e vet tërfiku. Si fikin semaforët fare sot? Por rrezikon që të jetë një qetësi për së mbrapshti, pastaj nëse i fikim semaforët. Por unë do të thoja që nyjet kryesore të vendit tonë të Tiranës janë shumë të qeta. Sheshi Nën Tereza është i qetë, krejt bulevardi Dëshmorët e Kombit deri në Qendër është i qetë, ka pak lëvizje këtu ke fillimi rrugës Dibrës. Po, por është qetë në aty, zogu i zi, një zog me flatra të mëdha që po fluturon. I qetësuar, edhe zogu i zi, astiri mo qetë s'ka ku të shkoj. Pas ka nisur dita ende për njerëzit, çuditshme. Po njerëzve bicikleta ka? Ka pa fund. E di çfarë ndodh tani? Bicikleta sot thua. Ndodh që në mars fillon lëvizja e bicikletave sepse ngrohet koha dhe njerëzit nuk kanë më frikë që të dalin me bicikleta që në pikë të mëngjesit. Nuk kanë as frikë as ftëm. Yftëm? Bujar, faleminderit shumë. Faleminderit shumë i këndshëm të mëngjes. Hey, vajza, faleminderit edhe ju Mikaela edhe një herë shumë faleminderit më preke për ta besoj Bujar. Hajt për ditë marrën e të qetë mirë pashëm krejt. Kalofsh mirë. Erdha. Mirë dëgjofshim. Shko. Iku Bujari. Iku Bujari. Mund ta linim në Bujarin pa i kthyer nderin mbrapsht. Lutem tani. Patjetër. Na ka ardhur, do t'i vem. Dhe gjithashtu nuk mund të lem as dëgjuesit ju themi që çdo gjë që thot Bujari për trafikun nuk është kurrë qet, sidomos rrugët që përmend dhe segmentet që përmend Bujari. Rruga e Durrësit paraqitet me kolon mjetësh dhe lëvizje të ngadalt në drejtim të qendrës. Unaza e madhe, gjithashtu me lëvizje të ngadalt në segmentet kryesore. Rruga e Kavajës është me trafik të dendur, nuk e di çfarë po ndodh me mua sot e kam mendjen te moj Mikaela. Moj Mikaela. Rruga e Dibrës, si ishte Dibrës? Dibrës. Okej. Rruga e Dibrës ka qarkullim të rënduar në drejtim të Kinostudios. Rruga e Elbasanit me fluks të lartë mjetësh në hyrje të qytetit dhe zogu i zi, siç tha Bujari, nyje me ngarkesë dhe vonesa, por jo me ato flatrat që përmendja.
Po mirë, harta duket kryesisht e gjelbër, kështu që mund të lëvizni jeni ende. Jo, po e gjelbër janë ku kanë çelur këto lule dhe pemë tani, po. Të ka shumë pemë kemi ne? Po, më. Do jetë ku ka bërë xhiro bujari dhe është pozitiviteti i tij. Ka lëshuar kështu. Ka lëshuar kudo që shkon bujari, energjinë. Ka lëshuar byrek me spinaq bujari. Jeshillëk kudo. Shiko, bllokime nuk ka. Po se do duke në hartë. Por ka thjesht ngadalësim edhe tek tuk mund të ngjasni në një semafor pak më vonë. Okej. Ritmi i qytetit. Ne vazhdojmë ritmin e emisionit tonë dhe tani kemi një këngë tjetër përveç asaj të bujarit. Po, kalojmë në këngë. Si mund ta bëni këtë? Mirëmëngjes, Gjovo Podeshe. I made you look, Meghan Trainor, me mëngjes të gjithëve. Jazz në një tekst pak delirant, por okay, le mos ta diskutojmë tekstin e Meghanit. 104.6. Pse? Mirë, është vajzë me vetbesim ajo. Dhe ka ndryshuar në luk, kështu që. Po të kisha veshur këtë atë se si përmendim se si bëjmë reklam në këtyre firmave të mëdha. Gucci, Prada, Vuitton, si bëjmë reklam. Jo, fare. Nuk diskutohet tash do mshije, po të isha pa gjosa, do të bëja mshije keq. Që do të thotë njeriu duhet ta duash për atë që është, siç e ka bërë nëna. Mos ashtu ti që në pikë të mëngjesit me këto muhabet të ti Meghan. Yeah, I made you look. Po tani si ka qenë më përpara kjo që ka ndryshuar look, çfarë po më thoshi? Ka qenë pak mbi peshë, duket sikur ka punuar shumë në këtë drejtim, është e lumtur me familjen e saj, me partnerin e saj, kështu që bravo i qoftë. Të trashëgohen, të trashëgohen edhe jetë të lumtur të kenë. E kështu Megani. Tani do thoni ju ku jemi. Po e dim ku jemi, e dim. 3, 2, 1. Festa e ditës. Do ta nis me një fest shumë të bukur, shumë domethënse, kuptim plot. Sot është dita ndërkombëtare e shpëtimit të maceve. Po në fund arritëm tek macet. Po, është dita e shpëtimit të maceve. Shiko sa e bukur kjo që ka dalë këtu. Sa e vogël. Ka shumë macet pas treha në rrugë që presin një ditë si kjo. Shumë e mirë, shumë e bukur. Në fakt në për të gjithë botën, kujdesi ndaj kafshëve të braktisura është shtuar shumë, janë ngritur shumë qendra për kujdesin e tyre, për adoptimin, për marrjen në mbrojtje, kështu që të gjithë ata që nuk kanë një mace. Duket se njerëzit më shumë kanë dëshirë të mbrojnë të drejtat e kafshëve se të vetë njerëzve, por mirë, pak të mbrojnë disa të drejta. Sa më shumë që jo njerëzit aq më shumë e dua kafshët. Ajo është mos e bëj gropën shokut se e bën shoku pallat. Jo, kafshët duan të japin dashuri pa kushte. Kështu që është gjë shumë e bukur, gëzuar të gjithëve atyre që kanë shpëtuar një macë, se kanë nga Maeva më duket ka. Maeva ke macë ti? Po, edhe Olivera. Ka kujtimi mace. Po, gjithë pas. Po, edhe unë kam macë, edhe ti ke macë. Ore pse harrojmë gjithmonë këtë macën tonë? Ninë si harron Ninën ti më. Po se na ka thënë Xhenin parin prandaj. Jo, më unë ja u kam thënë të dyja, edhe macën edhe qenin. Shiko, tani ne jemi dy dëshmimtare që themi që na ke thënë për qenin. Ja do t'i hapim ato arkivat, i kemi të gjitha në YouTube. Kështu që gëzuar të gjithëve ju që keni macë. Si kjo mbyllen të gjitha macet kudo që ndodhen. Edhe thon na merrni. Edhe thon faleminderit që na morën. Po, e duam Shqipërinë si gjithë Europa thon ma. Unë një kohën me thënë drejtën u fiksova me këto reelsa që më dilnin me mace nëpër Instagram, ishin shumë të bukura, mace të çuditshme që bënin nga këto rrëmujrat e tyre. Këto mitet që ekzistojnë për macet portokalli që janë shumë më të çuditshme se sa macet normale. Nejse, gëzuar nuk ka fest pa muzikë, muzikë për macet. Festa e ditës, festa para si e festa e ditës, festa e ditës. All right. Si guxon. All right tash. Si guxon. Jo më unë guxoj. Shkon. Më shkona? Shkon. Boll më shkon. Shkoret vjen. Tani kemi dhe festën e tenisit. Për të gjithë ata që e pëlqejnë si sport tenisin, sot është dita e tyre për të festuar. Është festë ndërkombëtare? Po. Sot. Po. Është festë ndërkombëtare. Jo, se po mendoja unë se pëlqej tenisin që ta ktheja në festë personale në atë. Është festa e atyre përtej kufive që realisht e luajnë edhe duan si sport, dhe është festa e gjithë blogereve shqiptare që
e kanë thjesht për foto ato. Po, e vërtetë. Ka dhe njerëz që ushtrojnë, është një nga sportet që po preferohet më shumë, edhe ideja është që nuk ka qenë kaq 5-6 njerëz i bën. Nuk ka qenë aq në trend vetëm për faktin që ka mungesë të fushave. Jo se nuk është nuk është sporti, nuk është se ka shumë fusha, nuk është sport i vështirë, është sport shumë i bukur, po pak njerëz janë ata që e zgjedhin edhe konsiderojnë se ka të bëjë edhe me kulturën, varet sa ç'a do zgjedhësh. Domethënë ka njerëz që preferojnë të ikin palestër se aty janë të gjithë, edhe aty bëjnë foto më të bukura se sa në tenis, pastaj që duhet për kushtim. Edhe disiplinë. Po përveç kësaj është edhe një sport që të ndihmon shumë. Ngelen fushat bosh pastaj. Dhe realisht ngelen poshtë, mendojnë gjithë nuk gjejmë. Nëse sot kjo festohet kështu, marrin ato topat e tenisit njerëzit edhe luajnë. Edhe kështu me mblidhen të gjithë bashkë diku. E keni parë atë që ka qenë Roger Federer ose Nadal. Ky ka qenë Federer ka qenë në një ndeshje tenisi vendosën që t'u vendosin mikrofona këtu dhe të merrnin live ato pastirmat. Dhe I kapi e qeshur atë gjithë dhe e lanë në mes, ishte shumë e sport që luhet edhe me raket, po edhe me zë. Po patjetër, se duhet të dalë energjia dhe të përçohet. Okej, gëzuar të gjithëve festën e tenisit ju që Serena Williams. Tani, unë kam edhe një fest tjetër këtu, në fakt që kam edhe një fest me të ngrënë, Mikaela, mos kujto se do... Se do na inisje mojin pa ngrënë asgjë. Ma se jemi shëndoshur o Francë. Banana cream pie day, sot. Banana cream pie. Po, byrek. Është një lloj byrek me banane dhe me krem, okay. Po, edhe National Old Stuff Day që më doli te ky kalendari që Old Stuff. Old Stuff. Gjërat e vjetra. Gjërat e vjetra, kush I feston, kush do që të marrë. Po, tregu I rrobave të përdorura, kafe. Janë gjërat vjetra. Në fakt, te këto festat e ditës që më ka dhënë Maeva mua këtu, kemi dhe një tjetër që është dita e emrave, e kuptimeve të emrave. Pra çdo emër ka një kuptim, ka një histori të vetën. Kështu që sot është një ditë për të parë origjinën dhe etimologjinë e emrit tuaj dhe ndikimet e tij historike ose fetare. E ke kërkuar ndonjëherë kuptimin e emrit tënd? Kuptimin unë nuk e kam kërkuar me thënë të drejtën, por di që rrjedh është një emër gjerman që rrjedh nga Franz Beckenbauer, I ma tifoz me Gjermaninë, ma vendosi mua për nder të Kaiserit Franz Beckenbauerit, I cili ndroi jetë para disa vitesh, një nga futbollistët më të mirë të Gjermanisë atyre viteve. Është një nga emrat më të përhapur në Gjermani, më të përdorur. Po, ata e kanë me Z, unë e kam me C për ta shqipëruar një çik kështu. Por unë u bëra tifoz I Italisë dhe Juventusit dhe babi vazhdon të mbetet tifoz I Gjermanisë dhe I Bayernit. Trasti në familje. Po nuk e di për ju se çfarë domethënie ka emri juaj. Emri im domethën dhurat nga Zoti. Okej. E dërguara e Perëndis domethën. Kush ta ka vendosur emrin? Bashkëpunim. Mami dhe babi, kanë qenë dakord të dy prindrit, po. Okej. Paska qenë me FT në mes domethënë. Futuring, po. Ndërsa emri im është bashkimi I emrave të prindërve. Kam edhe mamin edhe babin tek emri. Më thënë edhe unë edhe vllai kemi pak a shumë njësoj emrin. Edhe është shumë e bukur. Ka qenë ide e mamit. Shumë e bukur. Duar emrat të gjithëve dhe duaj emrin tënd. Duaj. Është edhe film. Festa e ditës. Unë kisha këto festa për sot, jo nuk kemi. Okej. Këto ishin festat e mia, deri nesër ju do t'ju mbaj kështu në suspans. Kalojmë te quizi I ditës, gjeje ku, kjo është mundësia juaj për të fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Në cilin vend njerëzit rrinë në radhë dhe nuk e dinë pse? Mund të jetë Itali, Francë, Angli apo Greqi. Pra është një nga këto vende ku radha mund të zgjasë për orë të tëra dhe njerëzit nuk e kanë problem fare. Cili mund të jetë Italia, Franca, Anglia apo Greqia? 068 40 63 423 dhe po ashtu edhe Instagrami Premium Channel ku mund na dërgoni përgjigjet tuaja. Presim një fitues deri në fund të programit dhe po ashtu do t'japim edhe ndihmë. Tani nuk e kanë problem që të rinë në radhë apo nuk e din për çfarë rinë në radhë? Nuk e kanë problem dhe nuk e din pse, në sensin që nuk ju sose durimi, nuk mërziten. Nuk e kanë edhe po të hyjnë kështu pa dashje në radhë, rrin presin ato. Po se I zuri radha. Po rrin aty, tërë natën, tërë ditën. Sa të mirë që janë kanë. Ka shumë durim si njerëz. Edhe një cilat ishin këto alternativë? Italia, Franca, Anglia apo Greqia? Itali. Për këtë fjalë, rrin në radhë, s'janë si puna jonë domethënë që futet në një se një gjë kam. Po isha unë, kam qenë unë aty më, hapi më radhë, hapi më ti se isha unë aty më, çfarë ti më, duke u shtyr kështu duhet bër. Po tani përderisa që janë kështu qytete europiane duhet të jetë edhe çështje, jo duhet, po patjetër që është çështje kulture.
Është çështje veçanërisht është edhe kulture. më e theksuar. Se janë vende që ne kemi vizituar, po këtu durimi është më i madh për qëndruar në radhë, e respektojnë radhën, sepse e din që kështu funksionon, është rend social. Unë po mos kishte alternativa, do mendoja me patjetër këto vendet nordike, se ato janë super të sjellshëm, të kulturuar. Po. Jo, nuk janë pjesë e tipar, jo listës. tipar, jo tipar. Këtu në Europë është, po është pak më Ore do poshtë. kaloj ndonjëri Shumë mbari afër nesh. punë. Është ja për ne, është edhe Italia, është edhe Greqia Po që e i heq ketë. pastaj italisht nga alternativat. Po ti rri o burri dhe tash jap ndihma më vonë. Thuaj italian dhe i bjen për të shkuar. Shumë afër neshte. Është afër nesh, pak Ti larg. ashtu the edhe për Irlandën, afër neshte. O Të njerëzit. gjitha janë afër nesh. Po. Sepse në çdo vend ka shqiptar dhe unë i ndjej afër. Po, edhe kjo qëndron atje të nada. Është motivi kryesor. Mirë, mos harroni të shkruani edhe në Instagramin tim të personalizuar. Tim të punës. Sa e vonove, po e prisja këtë moment. Ashtu ë, Shumë u vonove. që ta thoja. Po. Pse? Po si, s'mund të ik kuici tani pa thënë Instagramin Po, tonë. po po, priste Franz radhën, Pik po priste Bregu. radhën. Franz Pik Bregu. Franz Adhurim Viz edhe Bregu Franz. në E fund. ke bërë me vis? Po ishte me pik. Me pikë kam. Ore me pik e ke? Nuk e di, hapeni Jo, shikojeni. Kupton sa e përdor sa që nuk e dia se si e ke emrin në Instagram. Edhe po të mos e gjeni përgjigjen e saktë, ja do fitoni Se një a mik. dërgojnë dikuj tjetër. Do fitoni një mik virtual si puna ime. S'do është më gjithë hap telefonin në Itali. Shiko, nuk Qa s'kam po fajon. Po tamam. E ke. Më kishte ke me shkruar vis? Më kishte shkruar njëri edhe isha duke vrarë mendje po çka ka shkruar, harrova ishte Ishte përgjigjja e për kuicit para 2 javësh. E kupton? Çka kishte shkruar? Ke vis, Po. ke dhe presje Franci, ke të gjitha bashk. Vizë dhe presje. Shishi. Robi thot ç'kemi një herë, po Po, direkt. më po kishte thënë. Ja, e thami Kaila se si kam Instagramin unë. Okej. Shumë kanë ndërkohë zito. që ju dërgoni përgjigjet tuaja, ne kalojmë në muzikë dhe rikthehemi pas më pak me bëri Aldo temën tonë të live ditës. kështu follow. Okej. Muzikë, Mirëmëngjes. mirëmëngjes. 7:39 Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të gjithë ju që jeni zgjuar me ne me zgjoh po deshe. 104.6 Vazhdojmë S'ke jemi nga e 104.6. Radio Travel Nuk dhe ndryshon. Premium Channel dhe do thoni ju ku jemi tani. Thuajeni Tani çik ne se në më studio pëlqen. jemi po ku do i Ne qenë dim njerëzit. ku jemi. Do t'i shohim njerëzit për të marrë vesh se Gazet ç'ndodh në shojmë. përbot dhe është momenti Travel News. Sigla. Do ta filloj unë, do t'ju çoj në Topi është i imi penalltin e gjuaj vet. Na ço sa më lart këtu. sa më larg do Sa t'ju më çoj larg. dhe është fjala për Japoninë, Japan. Çfarë ndodh në Japoni? I keni parasysh ato trenat e shpejt, Qa super ndodh, me ja. Ja, kështu me shpejtësi. video i kemi. Me shpejtësi drite edhe me shpejtësi për tej dritës edhe kështu me radhë, po nuk është ky lajmi, do ta them. Thjesht isha kurioza, i keni parasysh Është ju diçka apo? tjetër, Po. po, ishte provim. Është në fakt një tjetër eksperiencë që ofrojnë ata zotërinjt në Japoni. Kompania JR Central ka nisur testimin dhe implementimin e vagonëve të dedikuar S-Work, të krijuar posaçërisht për udhëtarët që duan të punojnë ose të pushojnë pa asnjë zhurmë. Ndaj këta vagon po quhen ndryshe vagonët e heshtjes në Ada. Dhe ka disa rregulla që të bësh pjesë e këtyre vagonëve, në fakt që të marrësh një Si quheshin S-Work? S-Work, po. Si shkruhet? S W Work. Ah, Do më thënë, S-ja është për trenin, më Po, kupton, qartë, janë ato e qartë. linjat edhe E kish S-Work. kuptova, po. Tani, cilat janë rregullat për të bërë pjesë e kësaj gjës Cilat? e këtyre e vagonit të heshtjes? Nuk lejohen bisedat me Z, as ato në grup. Pa ato me shenja? Më kujtua Blendi Fevziu që dhe pusho! Pusho! Fatorino! Po pusho! Jo, imagjino Blendi që bën atë lajmin e vet aty këtu nuk e. Edhe flet kështu. Në këtë vagon nuk lejohet të Nuk lejohet flasësh. të flasësh, po. Telefon, çfarë po thojmë Kajlam? Se tani më. Vazhdo më për vazhdo. Rregullat brenda vagonit. Telefonat duhet të jenë në silent mode dhe thirrjet janë rreptësisht ndaluara brenda vagonit. Ua, sa vagoni adhurueshëm. Shumë i bukur. Ndalohet ngrënia e ushqimeve që kërcasin si patatinat, jo, ato që edhe hapat e për flatën. plas kështu, bam, bum. Apo ato që kanë aroma të forta që mund të shpërndajnë vëmendjen sepse njerëzit duan që të jenë në qetësi, në heshtje të Pra jo punojnë. vesh vesh aromat tjera me lejohen. vete, jo Po, qofte. jo sufllaqe. Po. Mos merrni as bërzolla, ju lutem. Kufjet duhet të përdoren detyrimisht dhe volumi nuk duhet të dëgjohet jashtë tyre. Ideja është që fillimisht kjo gjëja u krijua për business travel,
Travelers. Po, S-Worku, domethënë ishte specifike për këta njerëz që paguanin ca lekë më shumë për të marrë një shërbim të tillë. Tani në fakt për çështja e komoditetit. E kanë kthyer edhe për qytetarët e thjeshtë, edhe për turistët. Dhe ka humbasin në stacionin e tyre, nga që se s'din këtë pyesin se s'lejohet. Ata nuk pyesin dot, po ndërkohë ajo nuk jep ata anoncimin, nuk thot ky është filan stacion, se nuk lejohet. Po, e dëgjoj këtë. Vetëm të shpërit fatorinat e veshi. Arrita. Po. Zbrit. Edhe turistët në fakt po e preferojnë gjithnjë më tepër këtë S-Workun për të shijuar peizazhin e malit Fuji në qetësi. Ndryshe nga vagonët standard ku njerëzit flasin me zë të ulët, këtu heshtja është detyrim ligjor i biletës. Nëse thyen rregullat, stafi i trenit ka të drejtë të kërkojë televizor nga vagonët e tjerë. Për jashtë thotë ai nuk miratohesh. Pa aty bërtasin kur të nxjerrin apo jo? Jo. Ashtu po. Pantomime gjithta. Edhe paguan shumë veçantë që ka sikleti i madh duke udhëtuar aty, po. Ky ishte S-Worku në avanguarde. Japonia përpara. Që ka ditë gjobash sot. Pse? Ke marr gjob? Po, jo, me gjob e ke ti, me gjob janë edhe ca trevulla të tjerë. Mirë, shkojmë pak në këtu afër, në Paris. Ngjitur me ne. Në qytetin e dritave, sapo është bërë më e vështirë për të shëtitur me makinë, por shumë e këndshëm për të ecur në këmbë. Plani i shumë përfolur i bashkisë, i njohur si ZTL ose zona trafik limite, tashmë është një realitet që prek zemrën e Parisit. Pas përfundimit të lojrave olimpike, kryeqyteti francez ka zyrtarizuar kufizimin e qarkullimit në 4 rrethet e para. Ky vendim synon të reduktojë ndotjen dhe zhurmën, duke u dhënë përparësi 500.000 vizitorëve që qarkullojnë çdo ditë në këto zona. Po, 500.000. Pra nuk do të lëvizin me makinat, por do të jetë një pedonale madhe ku do të lëvizin vetëm njerëzit në këmbë. Sipas vendimit, ndalohen makinat private, motorët dhe mjetet e transportit që thjesht kalojnë tranzit përmes qendrës pa pasur një destinacion specifik brenda saj. Shkelësit që përdorin qendrën si rrugë kalimi përballen po ashtu me gjoba që fillojnë nga 135 euro. Pra nuk guxon njëri të kalojë se ndryshe pastaj. Një pllak buke. Gjysma e rrogës për ne shqiptarët. Nëse keni marrë një makinë me qira për të vizituar Francën, parkoheni atë në rrethinat e Parisit, thotë kjo. Qendra e tij tashmë i takon vetëm atyre që ecin. Parkoheni në dajt edhe zbrisni poshtë. Po për shkak kjo që kanë vonuar këta se Italia ka një jetë me ZTL. Ashtu ë? Po. Po ndoshta tani që organizuan edhe lojrat olimpike, e pan ngarkesën, e thanë di çfarë, po ja vën. Po për shembull, edhe këta ndalojnë që ecën në këmbë, për shembull e bën si makinë, apo aty e ke gjobën dy fish. Nëse ti identifikohesh si makinë, po po pra. Shiko, vjen një makinë me siren. E të merr brenda. Po ai mund të vi, kjo me siren mund të jetë tjetër njëri. Jo, je makina. Unë makina. Vum. Ti marrë të fusin të Ali Mihali. Tash ti do bëj është me mendore, ka një ka kaluar. Policia ndërkohë shoku vet. Po pra. E çuam në një tjetër dimension këtë Parisin. Kjo travelin udhëtuam shumë. Shiko, kjo ndodh në këto qytete që janë shumë të mëdha, edhe kanë hapësira pafund, kanë trotuare gjigande, jo vetëm rrugë kryesore për kalimin e makinave, por këtu te ne është një çik vështirë. Këtu te ne sa bllokohet një zonë për të bërë pedonale, trafiku ngarkohet. Ndoshta prandaj kemi shumë trafik në Tiranë, se mbyllen ca zona që janë shumë të rëndësishme. Edhe te pjesa e çfarë është kjo? Është kjo një nyje kryesore? Le ta mbyllim. Unë pres në një ditë që të mbyllin krejt Tiranën, po pse po bëjmë ato librazhdi. Sidomos të ditët që ka protesta ose organizime në qytet në qendër, nuk e ku kalon. Mos e ndjeri makinën. Oliverda e ndjen më shumë këtë gjë se është gjithkohës duke u vërdallisur për protesta. Çfarë do thoje? Çfarë do thoje? Ja më Oliverda mund na jap një informacion. Ja lutem, dikush një kafe Francit, një kafe Francit se po na ikën për duarsh me qira llafi. O bëuni gati për 14 marsin se do bllokohet i gjithë qyteti. Pse? Po dita verës. Do thonë tin njerëzit në rrugë. Okej. Apo jemi datën 1 si në Korçë. Jo, 14 në 13. E ke vendosur? Unë jam nga krahu tjetër më kaj. E festojnë 13. Datë 1. Gëzuar për shumë vjet. Bashkë me Verorkën. Tani t'ju çoj edhe unë gjokundja apo doni të rini këtu? Na ço. T'ju çoj. Ku? Po nuk më ndahet shpirti mua më Spanjë. Prap. A la playa? Pa gjobat lutem. Tani do përpiqem në atë, po. Jo, të ndajmë nga grupi unë. Po nuk jam nga ato.
Spanja që thoni ju ka vendosur një limit për zhveshjen turistike, se do kenë lënë nam njerëzit andej. Si moj si? Zhveshjen turistike. Zhveshje Po, turistike. shkojnë turistë, thonë bëhet bukur këtu, la vida loca në Spanjë dhe rinë zhveshur gjithkohës. Do- Or shok. Tani kur thua zhveshur si? Ja të ta shpjegoj. I ke parasysh ta burrat shqiptarë që ngrenin çik barkun, fusin gishtin e kërkit. Jo, s'besoj se ai është ai rasti. Kjo lloj zhveshje. Oh, le të përmblidhem unë të paktën se këta na lan. Ha moj hë. Nëse mendoni se mund të shkoni direkt nga Shezloni te katedralja për shembull, që unë nuk e di pse duhet ta mendoni këtë gjë, çfarë ka që nuk shkon me ju. Nëse shkoni në katedrale apo në qytet me rroba banje, duhet të mendojeni dy herë sepse në Barcelonë dhe në Malaga janë ashpërsuar rregullat për të ruajtur atë që e quajnë bashkëjetesë qytetare. Tani, sipas këtyre rregullave të reja, për femrat nuk ndalohet. Ndalohet. Po mendoja sikur të Kafja, shkoja aty dhe kafja. tisha me bikini, jo pra më ndalohet edhe mua. Nuk mund të dalësh me rroba banje përtej vijës së parë të plazhit. Pra, okay. në momentin që ti e kalon atë zonë, quhesh automatikisht në qytet, Quhesh civil. quhesh civil duhet dhe jesh me rroba shqetëson pune, po. civilët e tjerë. Okej. Ndërkohë, për meshkujt nuk duhet S'mund të jenë pa civili, bluzë. po. Nuk Mund të jesh pa bluzë, po sa Kështu që mirë, këtë bluzën ti shiqyr. do e mbash gjithkohës ande. Po se gjithmonë Se meshkujt nuk kanë është qenë në një lirshëm, pamje ne dash. visheshim. Edhe për shembull nëpër plazhe, nëpër bare, nëpër lokale, ke ne gjithmonë gjithmonë vënë çunat fustanet, laturisti, po. për vajzat vishu, mbulohu, jo Po. po prit, jo po dale. Këtë gjë këta nuk e lejojnë më, sepse okay. shqetëson edhe qytetarët e tjerë të cilët kanë jetën e tyre më valla po shkojnë në punë, po Po, shkojnë do ti Do- të dalësh po, aty me nëse- rroba banja. Nëse ashtu merr gjobë, nëse Merr i gjobë thyre. dhe gjoba jo të vogla. Në sa? Fillojnë nga 120 euro deri në 300 në Barcelonë, ndërsa në Malaga deri në 750 euro. 750 Shtat- euro. Vetëm 750 750 euro Ne ti mund gjobë? të shkosh te katedralja me bikini. Jo, në katedrale nuk E di çfarë do bëjnë, lejohet. unë do shkoj në Barcelonë, do lem një 350 euro, do them. Do i kam për bluzën. Ti ishe gjithë ai që Jo, Të jo, ndalon, dil me të vrap. ndalon direkt 150 policia euro. dhe normalisht gjëja e parë që thonë është vishu, por nëse ti je nga këto që thua nuk visha, Nuk vi. thot okay, pirmos pak këtu. Pirmos tu Po, merr të atë marrin të gjobën, dhënat edhe. edhe miru pafshi. Edhe t'japin edhe një kështu kanatiere falas. E ke nga shteti spanjoll. Dhuratë, Mund që të ta t'japin veshësh. edhe ndonjë kostum Mirë do ishte. sportiv. Po patjetër. Çfarë E rritë firme do? pjacën, e rritë Ah, pjacën. Okej, ose ndonjë Nga bluzë të këto Gucci Barcelonës. Prada, këto që nuk e bëjmë Nuk reklam. është se me atë gjobën po e ble. Na, më mirë, okej. Si bëjmë këtyre, jo, nuk i bëjmë. Tani Këto në- duhet na lusin ti Në bëjmë këto reklam. institucionet fetare nuk lejohet absolutisht që ti të jesh i zhveshur as me dekolte, Po. as me Po, kjo fustan, është vërtet, as në duket kisha, as as në një- xhami, as Jo, në- më Edhe ka pse- ndodhur, më ka qenë një episod një herë në Zvërnec, ku është ai manastiri aty, edhe ishin disa turiste që nuk kishin informacion, po sa kishin mbaruar plazhin në Vlorë dhe kishin Po. ardhur për të vizituar. Po nuk e di pse rojet në këto vende zakonisht janë shumë fanatik dhe mirë që nuk din anglisht. Vishu ti moj. Po ishte kështu. Vishu ti moj. Jo, 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 ja, ashtu ti bënta, moj. jo, 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 Ta. Ishte një se si ky treni, Duhet nuk ju të- fliste, po me të gjeste. dënon Po perënia. gjërat u mërzitën, po nuk e kuptuan Duhet që pasur respekt për Duhet vendin ku respektuar shkon, vendin, no? Se patjetër. kot nuk themi ne sipas Tani- vendit dhe ku vendi. Ato motrat që kanë shkuar atje duhet ta dinin që është një objekt. Si ishte kjo? Se po flisim për Ato, zonën e Vlorës, ato kupton? motrat, ato shoqet që kanë shkuar atje duhet ta dinin që ishin në një objekt kulti fetar, kështu që duhet ta respektonin a nuk e priori, kuptonin, jo t'ju ndoshta. thoshte ai xhaxhi, më kupton? Gjithsesi Mirë, do po t'i shiko, gjej dhe kanë dy këtë- llafe me ato. Këtë gjën jo thuaj vetëm kur në t'i Spanjë, gjesh. po kudo në plazhe na ka ndodhur të gjithëve, apo ku diun me atë këmishën që e vesh në gjysmë të rrugës. Janë gjëra që ndodhin. Por me mend në kokë. Me mend Sa në ajo kokë. gjoba ju shkon më shumë se pushimet pastaj. Kështu Hajde që- dëgjoj një Hajdeni këngë në Shqipëri për gjithë turistët për- që mos vuani gjobat. Mirëmëngjes i friu qirive. Mirëmëngjes. Keti ishte kjo, Gëzuar Keti. ditë lindjen të gjithë atyre që festojnë sot me 2 mars. Gëzuar. Happy birthday to you. shëndet, Happy mbarësi. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. O po mi të happy gjitha birthday gëzuar to ditë you. lindjen për ju të gjithë që e festoni. Gëzuar, po shumë vjet. Guzuar të Më jemi mirë mirë. mot. Po sa mirë këta që e kanë ditëlindjen në fillim të pranverës, është një mrekulli, sepse çaj bie ti me kështu me shenja horoskopi. Ah, po. Peshit? Peshit, nuk e di, Marsi. Peshit, nuk e. Dhe Moj do të fare tani këtu. Fund shkurti fillim. ka marsi. ardhur momenti që ne të flasim për temën e ditës dhe sa mirë që e nisëm kështu duke folur për ditëlindjen që janë në fillim të pranverës, sepse tani do flasim
për një temë që në fakt e diskutojmë shpesh me njëri tjetrin. Sapo ndrohet stina, i themi njëri tjetrit si ndjehesh tani, se sigur të shoh mirë. Se sigur nuk të shikoj mirë, çfarë po ndodh me ty, po me ty çfarë po ndodh, pse ke energjinë kështu, pse ke energjinë ashtu. Do flasim a na ndryshon energjia me stinët dhe a duhet ne në fakt me këtë ndryshimin e stinëve të ndryshojmë rutinë çdo 3 muaj sapo ndrohen stinët. Si ndjeni ju vajza tani për shembull që sapo ka filluar pranvera? Shumë mirë. No. Shikoj, Shumë energjia bukur. ndryshon, Më pëlqen ndryshon. këtu. Për të ndryshuar rutinën në mënyrë drastike, jo, nuk do isha dakord sepse të ndikon edhe në përditshmërinë tënde dhe ti në përditshmëri nuk është të thua në dimër unë e kam ndryshe orarin e punës dhe në pranverë e kam ndryshe. Pra përditshmëria jote ajo vazhdon të mbetet. Por energjia patjetër që ndryshon. Në dimër ndihesh më i lodhur, më i plogësht. Sapo vjen pranvera ke më shumë energji dhe kjo në fakt ka të bëjë edhe me anën biologjike. Pra nuk është thjesht psikologjike siç ne mendojmë që dolën 2 lule edhe hajde tash po lulëzojmë. Pranvera me 1 lule nuk vjen. E ka thënë ai. Me 2 edhe mbase. Unë mendoj që të motivon edhe ajo, edhe çelja e luleve, edhe largimi i rreve, pastrimi i qiellit, fakti që ti ishe diell përgjatë ditës, ka më shumë dritë, edhe kjo i bën shumë mirë lëkurës. Domethënë ke më shumë vitaminë D dhe vitamina D të zgjon. Dhe mendoj që dashur pa dashur rutina jote ndryshon jo në oraret fikse që ke, pra jo orari punës, po unë mendoj që bëhemi më të zellshëm për të bërë gjëra të reja sepse kemi më shumë kohë, edhe dita zgjatet Kemi më shumë rrjedhimisht. dëshirë sepse me dritën që thua ti, pra nga dielli shtohet hormoni i Serotonina, i që është lumturia. Po, jemi më të Prandaj jemi lumtur, më- edhe ndoshta zgjedhim të bëjmë një çik aktivitet fizik më shumë, dikush del për një ecje, dikush i rikthehet sporteve me cilat është marrë më herët. Mua më ndodh personalisht që filloj futem në kuzhinë dhe gatuaj më shumë. Okay. Edhe më pëlqen të eksperimentoj një çik me supra edhe me sallata, se është Pik stina sezoni, po, është ideale, sezoni. po është sezoni, edhe kjo më jep kënaqësi shumë të madhe. Domethënë edhe më bën të lumtur, por mendoj që më bën edhe më të shëndetshme, gjë që në dimër, okay, bie pre të ndimeve se je është ftohtë jashtë, je më shumë në shtëpi, do të hash karbohidrate, pra zakonisht në blumra. dimër bëjnë gjithë guzhinjerë kështu Masterchefa. Se s'kan ç'a bëjnë në shtëpi. Me mua më ndodh tani në verë, se këto gjërat e lehta po i gatuaj edhe Tani- më pëlqen shumë si stin, siç e thash në fillim. Për te supersticioneve ka njerëz që thonë unë do ta nis regjimin, disiplinën time sapo të filloj viti i ri dhe fillojnë e nisin në janar edhe kështu me radhë. Kur e shikojnë që nuk ju ecën në atë moment, thonë do ta fillojnë në pranverë. E shtyn. E shtyn, Pastaj në verë, po në verë nuk bëhet sa shumë Por vap. psikologjikisht në fakt kjo Vitin tjetër. Kjo kur fillon pranvera, njerëzit janë më të për mendimin tim janë më të predispozuar që të fillojnë në aktivitete të reja, sepse ndjehen shumë më me dritë dhe brenda vetes, më se ka më shumë Më të diell, gjallë. Ndjen se më të zgjatet gjallë. dita njerëz, le t'ja nisim nga këtu dhe kjo ndikon drejt për drejt në orën tonë biologjike. Kështu që prandaj them, nuk është vetëm ana psikologjike e gjës, që ne kemi ditë më të bukura, më të ngrohta, më të gjata dhe duam të bëhemi më social, të bëjmë më shumë aktivitete, por jemi më të lidhur me natyrën se sa ne realisht mendojmë. Dhe ka realisht ndikim në trupin ton. Ka më Pa e shumë gjallëri, kuptuar. po edhe ka edhe më shumë njerëz, nuk e dia e vutë re këtë fundjavë, Po, që njerëzit e shfrytzuan dje- maksimalisht të paktën kryeqytetin, se Dje unë liçeni isha këtu. ishte plot me njerëz, Çdo cepi me i Tiranës fëmijë. ka qenë dhe të duket sikur po bën ndonjë kështu gabim nëse rri brenda në shtëpi E i vërtetë është kjo. izoluar. Mua nuk më ige dje në darkë në shtëpi, me thënë drejtën. Dhe mendoj që ndihemi më Pastaj mirë. the nesër punë. Pra, është edhe kjo. Jo, është e vërtetë që është thotë Neada, sepse çfarë ndodh tani kur ke këtë kur shikon kaq shumë njerëz, ti patjetër nuk do që të humbasësh asnjë lloj momenti nga dita E dhe vërtet, po. asnjë lloj çasti që ta zgjasësh çik më shumë ditën. Po sikur është dimër, shikon nga dritarja, është shi, është ftohtë, thua ç'a do bëj, ku do shkoj, ku do dal, gjithë në shtëpi. Ndërsa këtu duket sikur e ndan gëzimin me të gjithë. Edhe ke Po, më shumë kohë për pikërisht. njerëzit. Dhe unë mendoj që fuqinë e marrim nga njerëzit. Sa më shumë energji të mirë të kemi afër vetes, aq më mirë ndjehemi dhe vet. Dhe pranvera është koha ideale që ti gjen kohë jo vetëm për familjarët e tu, po edhe për miqt. Kështu që e shijon një çik më shumë. Mirë, ne tani po flasim për pranverën sepse jemi në do pranverë. thoshin njerëzit jashtë xha jemi në pranverë dhe janë certo. këto muajt është marsi, shprilli, është edhe maji ku lulet fillojnë të çelin, edhe kështu me radhë ngrohet koha dhe ti ndjehesh shumë edhe nga ato aromat. Mua aromat më pëlqejnë shumë. Aromat e pranverës është fantastike. Por ç'a ndodh në verë për shembull? Në verë mua ndonjëherë më duket sikur njerëzit prap i kap një lloj dalldi, është e kundërta e asaj që ndodh. Janë thjesht temperaturat e larta. Po pikërisht, pra, po ndikimi kjo i ndonjëherë tyre. I përshtatem i motit. Flas për si më thon për disa objektiva që ti ke vendosur, ndonjëherë ai dielli të bie në kokë dhe nuk bën asgjë nga ato që ke vendosur. Po, në një farë forme Sepse- preferon vende të freskëta, po. Sepse ke atë Të shteron energjit, po thua, të bie ai dielli më mirë zgjedh që të rrish nëpër shtëpi, e kupton? Po, e vërtet, Dhe gjithmonë personalisht mua më është dukur sikur stinët më
produktive janë pranvera dhe vjeshta, për mendimin tim. Ose mbas është personale kjo gjë. As këtë as andej. Pra. Janë temperaturat e duhura për trupin që të funksionojë. Po unë mendoj që gjatë kësaj periudhe ne fillojmë bëjmë edhe një çik detox edhe shkëputemi nga telefoni më shumë, se kalojmë më shumë kohë me njëri tjetrin ose duke bërë aktivitete. Edhe domethënë detox jo vetëm ushqimor, po edhe në këtë sens që jemi më produktiv sepse nuk merremi me telefonin. Sa i takon verës pastaj, unë nuk e kam stin të preferuar vetëm për këtë arsye. Se dielli është shumë i fortë dhe më duket sikur më bllokon që të bëj gjëra të ndryshme. Ta ndjehesh ti një merso i kamis që Shiko ç'a bëj, di si përshtas oraret unë shfrytëzoj më shumë pasdita. Okay. Domethënë është pak a shumë si në dimër edhe vera, që ti gjatë ditës qëndron në shtëpi, kur janë ato oraret e pikut, 1-2 ose kur je në punë, patjetër që në punë, po që shfrytëzohet më mirë pasdita dhe rri më gjatë natën. Domethënë ndryshon. Vera është stina që ti ndryshon më shumë, më ndjeshëm rutinën. Besoj që po. Qëndroj mos zgjuar natën. Qëndron mos zgjuar natën. Bëjmë një lloj po. Mikaela, po ti të pëlqen vera, e ke kështu si më pëlqen, okay, si gjithë kam edhe unë bezdi vapën se çfarë do i bësh, nuk mund të heqësh lëkurën, sado rroba të lehta të veshësh, por gjithsesi, ndonjë ndryshim të madh në rutinë nuk bëj, sepse mendoj që mund të bëj përshtatje të vogla, normalisht që të ndikuara edhe nga kjo zgjatje apo shkurtimi i ditës, temperaturat e çdo gjë tjetër. Por ndryshimet drastike krijojnë destabilitet. Dhe ti nuk mund të, në mendimin tim gjithmonë, nuk mund të ndryshosh çdo 3 muaj në mënyrë drastike rutinën, se çfarë po bën? Çdo 3 muaj je një person i ri. Mua më duket sikur edhe ne ndryshojmë, mes tinë ndryshojmë edhe në marrëdhënie me njerëzit, nuk jemi një lloj. Për shembull, në dimër sillemi shumë më ndryshe nga ç'mund të sillemi me njerëzit në pranverë, sepse nuk e di si ndikon kjo në psikologjinë e njeriu, në ditën e tij, njerëzit të duken më me dritë kur është pranverë. Pra e tham të ndikon dielli tek hormoni i lumturisë. Automatikisht i do përcjellësh lumturitë. Po duken edhe më të bukur njerëzit. Se vishen më leçëm. E kupton? Ja, më elegant. Në dimër të mbështjella kështu me kapuç duke u tharë qull mundësisht nga shiu, pretendon ti tani me të zbukuru ditën. Sigurisht mos shikoni Mikaelën që është veshur e gjitha me të zeza sot, pavarësisht se është data 2 mars. Se folën për verën, po na kap vapa. Heshim këtë me lezet. Prandaj veshëm me të shkurtër. A ju ndodh ju që të bëni për shembull në çdo fillim stine, në çdo 3 mujor, siç kanë qenë ato plane dikur 5 vjeçare, si kanë qenë ujtim, nuk e mbaj mend. Ju të riformatoni dhe të riskeduloni atë agjendën tuaj personale. Po e tham pak a shumë që ndryshon. Jo, çdo 3 muaj jo, nuk e bëj. Jo, ka njerëz që e bëjnë, për shembull, mua do të pëlqente që të rishikoja gjërat çdo 3 muaj. Ka dhe nga ata që se bëjnë gjithë jetën në Francë, kanë asnjë objektiv, po. Si është ajo shpreha? Nga çdo gjë, si është ajo shpreha që mua më pëlqeu shumë. Ditën që do vdesësh do të të ngelet një nga ato pa bër nga ato kutit. Po pra, ishte shumë e bukur ajo. Për shembull, mua më pëlqen ta bëj këtë gjën çdo fillim stine, sepse duket sikur ke një far limiti, i vendos vetes një far limiti. Pra është stina ajo që e ke si deadline për të bërë disa gjëra të tua, disa objektiva. Çfarë deadline ke ti këtë periudhë? Apo i ke sekret? Apo janë nga ato që nuk thuan? Unë nuk e kuptoj pse ma bën këtë pyetje në këtë moment. Po pse jo, meqense e nise, të njohim pak më shumë. Kur të pim atë kave që se kemi pirë akoma na. Kaq të turpshme janë si objektiva? Po, gjëra që kanë lidhje me punën, me ku ta di unë, me një vepër të lexuar, të përkthyer. Po dhe me jetën personale ofron të mbaroj një libër deri në fillim të majit. Mbase mund të jetë edhe kjo. Po pra, për shkakun ka njerëz që i vendosin, po them, objektivat e tyre në bazë të stinëve, sepse ju duket sikur kështu i realizojnë më mirë. Si më thon, derisa të mbaroj sezoni i pranverës, unë duhet të kem arritur disa gjëra. Pastaj kur të filloj vera do të kem veten edhe pak në presion, ëh. Pikërisht. Duhet t'ja dal, duhet ta bëj këtë gjë se kam këtë limit. A thua ti po të kaloj 1-2 javësh, do e penalizosh veten edhe pastaj kalon abuzim siç do me palestër. Kjo pra do e bëj dhe s'do të kur. Pikërisht, pra kjo është disiplina që ti ta detyrosh veten që ta bësh atë gjë se s'bën, duhet ta vendosësh. A dilni ju, bëni ju vrap tani kur fillon pranvera? A keni domosdoshëm për shembull për të rikthyer atë ritmin biologjik të trupit? Për të bërë vrap, ushtrime, palestër. Më fal se më kapi vapa më. Shumë mirë, ju bashkove grupit më në fund. Erdha në plazh edhe unë. Unë vrapin nuk është e kam qef, edhe nuk më pëlqen, me thënë të drejtën, është nga ato lloj sporte që nuk e preferoj, preferoj më shumë ecjen. Edhe preferoj të bëj yoga, preferoj të bëj po sfidoj çik veten time me pilates tani, se më duhet, edhe për shkak të ca kileve që kam marrë këto kohë në dimër. Kështu që këto janë sportet që un po ushtroj. Po vrapi më duket shumë i fortë dhe shumë intens për trupin tim, nuk e preferoj. Por më tepër që ne jemi herët në mëngjes edhe është një çik e vështirë të dalësh. Koha ideale. Vetëm po e morë me vrap nga shtëpia, që bën dhe vrapin, kap edhe orarin e. Po kam ato çantat që ç'të bëj, kam ku ti lë.
Më duket sikur duhet patjetër që të rifillojë aktiviteti fizik në periudhën e pranverës që trupi të dalë nga plogështia, të dalë nga i ritmi ngadalë që ka pasur gjatë dimrit, edhe patjetër që të strukturohet për verën, që të dalin ato muskujt e barkut, kur ti të dalësh të shkosh atyre turistëve spanjoll andej me Po ka njerëz me bluzë se nuk mund të dilni me bikini. Ka njerëz që e kanë si objektiv, për shembull, dhe ka çuna për shembull që janë të fiksuar, edhe duan me patjetër që ta kenë atë breshkën këtu. Që thonë duhet bëjmë gati për trupin e verës. Po mendoj që duhet punosh gjithë vitin që ta kesh atë trupin e verës të verë. Nuk e nis dot tani, pavarësisht çana gënjej. Ka janë disa gjëra që ne duhet t'i heqim nga mendja në fakt, janë se po kalojmë nga një temë tjetër tani që do ta bëjmë këtë trupin për 3 muaj, nuk bëhet trupi për 3 muaj, pik muhabeti. Ose një objektiv tjetër, për shembull, është të heqësh dorë nga konsumi i lartë i kafes. Jo detyrimisht kafja është e mirë, tek shumë njerëz ndikon negativisht për shkak të nivelit të lartë të kafeinës. Edhe ka njerëz që e mbyllin ditën me 5 kafe, ka njerëz që e mbyllin me 3 kafe në ditë, kështu që një nga objektivat mund të ishte edhe që të konsumosh më pak kafe gjatë ditës dhe të pish më shumë lëngje për shembull. Po, veçanërisht gjatë periudhës së verës, se trupi ka nevojë që të marrë sa më shumë lëngje frutash, që të hidratohet sa më shumë, sepse dihet ajo nxehtësia e madhe, djersitja dhe kështu me radhë ty të shkarkojnë nga lëngjet që ka organizmi në mënyrë kështu. Shiko, secili ka objektivat e vet, sado të rëndësishëm apo të pa rëndësishëm mund t'ju duken, rëndësi ka ti keni objektivat dhe ti qëndroni besnik objektivave tuaj. Se është lidhet kjo me kafen, me librat, me palestrën, me çfarë do gjëje, janë personale. Çfarë t'ju doje bardha zemër. Vitin tjetër flasim prap. E keni realizuar apo jo ato objektive? Po se mbajmë shnim nëse ka të bëjmë kështu, çfarë të doni ju si ta keni? Jo. Na shkruani për planet që keni edhe objektivat në 068 40 63 423. Duam të dimë edhe krahas halleve tuaja çfarë objektivash keni. Tani, se ti përmende jogën, për shembull që ti e praktikon jogën. Unë po e kam përmendur më përpara meditimin që është një mjet shumë i mirë. Për momentin e kam lënë pas dore. A ka lidhje, po themi, ndryshimi këtyre stinëve me praktikimin e disa si thua praktikave të tilla që janë spirituale, aktiviteteve të tilla që janë spirituale dhe lidhen me aktivitetet spirituale kanë më shumë të bëjnë me gjendjen tënde të brendshme sesa me stinën. Pra edhe dimër të jetë, nëse ti e ke vërtet nevojshme, trupi jot thotë që unë dua qetësi dhe dua të ushtroj yoga, patjetër që ti e praktikon. Po ka sporte për shembull që në verë ti nuk i bën dot. Është shumë bukur për shembull që ti të bësh yoga në natyrë dhe jo në dimër s'ke ku e bën. Dhe kjo për mendimin tim të shton dyfish produktivitetin ose ta bën më patjetër, është edhe më bukur, është edhe më efektive dhe shijon më shumë, ke të drejtë kjo pjesë, po kush ka nevojë ushtron edhe në vende të mbyllura, sepse në Tiranë ka ambiente të dedikuara ku praktikohet yoga. Pastaj po ta lidhësh me stinët, edhe palestra nuk sugjerohet në verë. Do me thënë, vetë ata që janë instruktor palestre thonë që deri në qershor maksimumi, pastaj fillon dhe bie frekuentimi i palestrës, edhe trupi nuk përshtatet më me temperaturat e larta dhe pastaj ku shkojnë këto që nuk bëjnë palestër, regjistrojnë në korik. Mendoj që sportet nuk kanë nevojë për kondicioner. Sportet duan ambiente ku qarkullon ajri, mundësisht natyrë do ishte fantastike. Dhe me ndrimin e stinës, tani njerëzit luajnë volejboll pafund, mund të luash volejboll në plazh, basketboll dhe ku diun, çfarë do duan ata të Cili mendoni sipas jush se është muaji më produktiv që ka njeriu në jetën e vet? Nisur çik edhe nga përvoja personale dhe nga gjëra që ju keni zgjedhur ti bëni pikërisht në këtë muaj sepse jeni ndjerë sikur jeni shumë më shumë produktiv se sa muajt e tjerë. Shtatori mendoj unë. Shtatori është starti gjithmonë. Tani sikur fillon edhe bie edhe dëshira dhe interesi se e ke mendjen te pushimet. Më kupton? Te plazhi, te udhëtimet. Shiko, unë nuk e ndaj dot këtë gjë se nga që u bën shumë vite që merrem me mësimdhënie dhe për mua viti fillon në shtator, mbaron në qershor. Okay. Nuk kam më vit kalendarik, kam vetëm vit akademik. Vit akademik, po. Kështu që shtatori. Edhe për mua vjeshta është përgjithsisht janë ato muajt ku ti mund të riformatosh veten, të marrësh vendime, të reflektosh edhe kështu me radhë. Entuziast, energjik, i lumtur dhe thua, okay, jam gati të pushtoj botën. Ai duket edhe juve apo është thjesht një perceptim kështu i përgjithshëm që stinët nuk janë më aq të dallueshme me njëra tjetrën sa çka kanë dikur. Nuk është thjesht ndryshuar. Edhe kjo sigurisht ndikon edhe në mendsinë, edhe në mënyrën se si ti zgjedh që ta jetosh komplet stinën, ditën, javën tënde. Ndryshe quhet ngrohet globale që e ka bërë lëmsh edhe nuk arrim të ndajmë dot stinët nga njëra tjetra. Por ç'të bëjmë të përshtatemi, sidomos ne që jetojmë në Tiranë. Por është, domethënë, ne dikur i kemi ndier këto ndasitë e stinëve, çfarë elementesh kishte një stin pranvera kishte këto, ishte joje pikërisht pra, dhe kjo ndikon. Po çfarë ra njeriu edhe nuk e hoqi. Po mirë, më mirë. A duje zhvillimin?
Ja, çfarë të solli zhvillimi? E solli Zhvillimi patjetër. Po, A doje makina elektrike? A doje celular? A doje fabrika? Kush tha që i doja njëherë? Mos më pyeti njëri i sollën, na më thanë. A doje televizor kështu petashuq, të holl? Okay. Për atë po punojnë. Këto laptopët që kemi ne. Ne do vazhdojmë të flasim për këtë temën e ndryshimit të stinëve dhe të këtyre rutinave që a duhet i ndryshojmë çdo 3 muaj apo jo, por në pjesën e dytë të emisionit, sepse tani kemi muzikë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi rikthyer në Radio Travel dhe Premium Channel me Zgjohu po deshe. Do vazhdojmë të flasim për temën tonë, ne filluam pak të diskutoni me njëri tjetrin këtu. A na ndryshon energjia me ndryshimin e stinëve? A duhet të ndryshojmë rutinë çdo 3 muaj? Por për ta zgjeruar pak më shumë bisedën, kemi kënaqësinë të kemi në studio Ori Kuçi, si përmarrse. Mirëmëngjes Ori. Mirëmëngjes. Çfarë buqete bukur sot. Oh, faleminderit. Është 2 mars, ka ardhur pranvera, kështu që ku më bukur domethënë me 3 vije. Kemi çelur Patjetër, po patjetër. Ne pranvera edhe ne prandaj e kemi enkas këtë temë. Ne në fakt kemi çelur në orën 6 të mëngjesit sot. Rutinën apo Po, shiko, për të fu direkt në temë, natyra është treguesi më i mirë, është mama, kështu që nëse pranvera na bën të çelim, ajo është edhe mënyra si ne vim në jetë, vim pranverë, vim më me energji, më me kemi mbjellur, kemi pastruar, kështu që jemi më të qartë. Pastaj kur çosh edhe në 6 mëngjesit, spektakël. Po beson vërtet që ndryshon energjia dhe si në çfarë? Po, unë mendoj që po, sepse siç e thash, natyra është mamaja, është ajo që na tregon, universi na tregon, i ka të gjitha kodet brenda vetes, edhe kur ndryshon natyra, pse jo dhe ne, domethënë. Pra, fakti që kemi 4 stinë në një lloj farforme natyralisht na organizon, pra pranvera është një stin ku ne çelim, kemi plane, kemi projekte, absolutisht. Jemi zgjuar nga një dimër i gjatë, i ftohtë, i përgjumur. Po jemi më të organizuar apo më të shfrenuar? Po unë do thosha që jemi në lindje, pra, krijojmë ato projekte, krijojmë dëshirën për si do vazhdoj viti, e kupton? Vera është më e thon kështu popullor që më gallat, është më e nxehtë, ka një energji tjetër, ka një energji sfilitse dhe sfiduese. Vjen më e qetë, ashtu si pemët lëshojnë gjethet e veta, ashtu dhe ne jemi të ftuar, të thritur, që të qetësohemi në çik, të reflektojmë. Vjen dimri për nga natyra, është i ftohtë, na do që të rrim të ngrohtë, aty mbyllur. Tani aty në dimër bëhemi ne thjesht për tac, apo është frekuenca e tokës dhe kjo ndryshimi i ditës dhe i dritës që na ndikon, dhe s'duhet të ndihemi fajtor për këtë gjë? Jo, unë mendoj që s'duhet të ndihemi fajtor, sepse është natyrale, ashtu si natyra vetë fle. Pra, nuk ka gjelbërim, dielli është më i pakët, uji vjen në një formë më të madhe nga qielli, pra na kërkon që të strukemi, të rrim aty. Edhe patjetër që edhe frekuenca është më e ulët, sepse kërkon absolutisht që ne të pushojmë, pra të rrim, edhe kur vjen kjo pranvera, edhe unë e dashuroj gjuhën tonë shqipe, siç e ka fjala vet, pranverës. Pra, fillojmë që të zgjohemi, ashtu si ata kafshët nga gjumi letargjik. Ori, tani përgjithsisht njerëzit në këtë periudhë ndjehen pak të lodhur derisa të fillojnë të marrin atë ritmin e tyre, edhe të ecin bashkë me pranverën. Justifikojnë me këtë ndrimin e gjakut gjithmonë. Kjo ndrimi i gjakut që në fakt unë asnjëherë s'e kam kuptuar si term, domethënë se merr gjak. Ka njerëz që kur kanë qenë të vegjël e kanë menduar sikur ja u marrin. Tani lodhja është një lodhje krejt natyrale apo ka të bëjë me bllokimin e disa energjive, zhbllokimin e tyre pastaj me kalimin e ditëve gjatë pranverës? Nuk doja të dukem ripërcëritse, po është fiks kjo që tham, pra, është tamam ashtu si kafshët dalin nga gjumi letargjik që kanë atë shtriqen e tyre. Bëjmë ne pak stretching. Po. Është një lloj para përgatitje për vazhdimin e një stine më me diell. Dielli është energji shumë e fuqishme, është energji maskullore, ka nevojë, dita është më e gjatë dhe dielli duke qenë se është energji maskullore ka nevojë për fuqi, për veprim. Dhe ne jemi më gjatë në të jetuarin se sa në gjumë, e kupton? Kështu që ndryshimi i gjakut besoj që
biologjikisht duhet të ketë një sens, nuk e di. Pra, Po Është një rilindje, pra. Është rilindje, pra, është mënyra plus që ne e dim që shumë nga organet tona kanë kohë të ndryshme ripërsëritje me muaj, me vite. Kështu që mund të jetë një proces që trupi jon nga një gjumë i thellë me të gjitha ato lodhjen që vjen edhe nga Nga i ftohtë, pasimiteti, një farë plagështie. Fillojmë tani edhe qelim, prapë shkrim te natyra, edhe natyra lind tani me gjitha ato sytet e Po si vetë. t'ja bëjmë, më fal. Kush? Jo, s'ka gjë, Po vazhdo. mirë, Jo, po do vazhdoj të unë. Pra, thënë, okay, merruni me njëri tjetrin. Një ori Çfarë, ndërkohë, më thuaj pak mua të lutem, me këtë ndryshimin e stinëve. A duhet ta ndryshojmë drastikisht rutinën dhe nëse po, çfarë ndryshimesh mund të ishin ndryshimet kryesore për të përshtatur me stinën, për të qenë në sinkron me të? Unë do thosha edhe nëse jo, se jo nuk ka rregulla. Për mua nuk ka rregulla. Do me thonë, unë mendoj që rregulli kryesor që duhet kemi secili nga ne është njohi trupin e vet, ta dëgjoj atë dhe ta interpretoj në bazë të nevojave që secili nga ne ka. Do me thonë, unë mendoj që rregulli vetëm në këtë univers është që nuk ka rregull, për shkak se ne dëgjojmë, besojmë dhe interpretojmë nevojat e trupit tonë. Trupi jonë është një makinë. Ne ashtu si kemi nevojë apo e dim kur ajo ka nevojë të bëjë rregullimet e veta, vaj filtra ku diun ça, ashtu jemi edhe ne. Patjetër. Kështu që për mua rregulli kryesor është të duam veten, të kthehemi te ajo dhe të japim fokusin asaj gjë që na bën ne të ndjehemi mirë. Sepse mendoj që kur unë ndihem mirë, patjetër që edhe në marrëdhënie jap pra nga ana ime reflekton. Patjetër. Kështu që unë nuk jam për këto të bëjmë palestër, të bëjmë këtë, sepse në vizionin tim kjo është më shumë një dëshirë për vëmendje, për të dukur, për të treguar të tjerëve që shikush jam unë. Dhe mendoj që kjo është frekuenca më e keqe që i krijojmë apo i lejojmë vetes na hy kur përpiqemi t'i tregojmë botës kush jemi, kur përpiqemi t'i tregojmë të përmbushim ato nevojat që ata kanë që të na shohin ne. Ndërkohë që secili nga ne është kaq i bukur dhe kaq unik. Nuk është kjo është një arsye edhe unë erdha sot me flok të lagur sepse në kuptimin e ditës është mëngjes, nuk mund të jemi perfekt që mëngjes. Come on, është e pamundur, no? Po i ke shumë bukur. Patjetër, sepse kanë vetë besim. Sa mirë. Shkon edhe me Na kanë gënjur shumë ato reklamat që shikonim atje ngriheshin në mëngjes, pinin atë lëngun e freskët. Ngrihen kështu. Ne Të kreu nga parukeria. jetojmë me shekuj në një gënjeshtër shumë të madhe, kështu që s'është Më mirë mos i themi gjitha të vërtetë. Jo, më pse mos ti themi, bota Tesh ka nevojë të mëngjes. zgjohet. Ta marrim pak më lehtëm. Ori, çfarë bën ndryshe ti në pranverë? Si ndryshon rutina jote? Unë jam një meteopate, me thënë drejtën, unë kam shumë, më ndikon shumë Moti. natyra dhe moti dhe kam lindur vetë në maj, kështu që po më vaki dhe justifikohet. Është tina jote. Është tina ime. Unë e dashuroj atë fladin e mëngjesit, atë ku diun, ai dielli që sa shpotitës, po ndërkohë të ke edhe një lloj freskie, domethënë që duhet jesh shumë ke shpirtërisht që mos ta përqafosh këtë lloj ndjesie. Unë në pranverë përpiqem të qesh shumë. Më pëlqen shumë të eci në natyrë zbath, mundësisht. Biles edhe aty te puna ime vjen sa ngrohet në qikoa, shumë herë njerëzit më shohin, unë jam zbathur, edhe pse nuk jam Fal ku puno. Kam një biznes timin. Okej. Bon, jam mirë. Shefja mund të zbathë. Jam në Është si marrëdhënie puna e me kujt si thënë publikun, natë. kështu që Po, është edhe në kulturën japoneze kjo, si praktik. Qesin më shumë zbathur. Përpiqem të jam shumë e tokzuar, sepse unë sigurisht që besoj te energjitë, ne të gjithë jemi energji. Po. Nëse ne të gjithë do e besonim energjinë kaq shumë, toka do e kishte frekuencën shumë më të lartë dhe më ndryshe dhe më shpejt. Dhe nuk është e rastishme që po ndodhin gjithë këto gjëra, gjithë këto luftra, gjithë këto pikërisht sepse ne kemi nevojë që të na hapen portalet edhe të kuptojmë fuqinë që kemi. Domethënë atë fuqinë që ja kemi dhënë atyre që drejtojnë, në fakt ne duhet ta marrim te vetja dhe kthehemi në fillim të bisedës, nëse secili nga ne do ndiqte rregullin e vetëm, që është unë jam, jo në kuptimin e individualizmit, po në kuptimin e ekzistencës, pra e vetë respektimit, patjetër që fuqia nuk do ishte e përqendruar apo e monopolizuar siç ndodh,
me shpirtin, me jetën, po edhe me ekzistencën tonë. Tani, se po flisim për këta njerëz që punojnë në zyrë, ka njerëz që duhet të punojnë 8 orarsh edhe kështu me radhë, duhet të jenë produktiv të gjitha ditët e vitit sepse kanë punët e tyre, angazhimet e tyre, dhe duket sikur kjo i largon një çik nga të qenit afër natyrës. Si mund ta integrojnë ata këtë ciklin natyral që ka vetë jeta, po themi stina, pa rrezikuar këtë rutinën e punës që kanë çdo ditë. Bazo lulës po. Do e bëj pak me humor, po si themin e prap në gjuhën tonë të bukur shqipe, shaka e gjysmë të vërtetës. Unë personalisht mendoj që një njeri është produktiv maksimumi 4-5 orë në ditë, që jep maksimumin e vet. Është opinioni im. Dhe edhe unë kam një biznes, punoj me njerëz, në përgjithësi jam lider, nuk jam shefe, jam e para që pastroj dhe bëj kafe, kuptimin e parë të fjalës. Dhe nëse unë do kisha një strukturë me shumë njerëz që punojmë së bashku, me shumë gjasa do e kisha kriju një 2 orësh mbas drekës që njerëzit shkonin edhe të gëzoheshin. Për fatin ton të mirë kemi ende një cop tok që quhet liçeni. Dhe personalisht do kisha bërë të pamundurën që njerëzit ishin më në natyrë. Nëse kjo do ishte utopike dhe shumë njerëz do thonë çfarë thon kjo, i kuptoj, nuk ka asnjë problemi. Do të kisha ftuar që të kishte shumë lule në zyra në punë, sepse në fund të ditës po ta vini re, e hëna është një ditë e tmerrshme për të gjithë. Çuitërisht unë të hënën nuk bëj asnjë gjë, sepse nga që të gjithë duan t'i bëjnë gjithë atë hënën, po ta vini re asnjë nuk bën asgjë. Nuk e di, ju ftoj ta mendoni. Kështu që edhe ky abuzimi i 8 orarshit për mua është komplet një pjesë arme e sistemit kapitalist, sepse e dim të gjithë edhe në partneritet, edhe duke bërë dashni ti sri do 8 orë me Europë. Edhe me prindrit ti sri do 8 orë vazhdimisht. Pra është natyrale që ne kemi nevojë që të ndryshojmë sistem, ajër, të shkojmë prapë te vetja. Kështu që ftesa ime, lërini krahët tuaj të bëjnë një orë pushim, edhe pastaj njerëzit e zgjedhin, dikush shkon në liçen, dikush rrit te kafja. Kjo është çështje personale pastaj. Meqense përmendëm edhe dashurinë, si është kjo periudhë për dashurinë? Pra vermo. Në të gjitha dimensionet e saj. Tu hajde ta fusim atë gjakun që ndryshon këtu se pëlqen. Kur na intereson. Se Leverdis ka bika mirë këtu. Mendoj gjithashtu që me pranverën thash vjen buzëqeshja, vjen një lloj ndriçimi, kështu që nëse e lejojmë veten timi më të hapur, patjetër që energjetikisht kush është për të ardhur vjen, po edhe kush është për t'i ikur ikën, se duhet ta bërë vendi për atë gjën që duhet jetë e vërteta. Unë mendoj që dashuria, unë ndjej që dashuria është e vetmi rrugë. Edhe sikur ne mos ta shisnim edhe atë, sa bukur do ishte, domethënë. Sa kënaqësi, ashtu si pranvera, vera, zogj, lulet, uji, toka, qielli dashurojnë njëra tjetrën dhe nuk ja zën vendin, po lë secilën të rrihet në atë hapësirën e vet, në atë formën e vet. Ashtu do ishte shumë bukur që edhe ne mos ta shikonim njëri tjetrin si rival, po ta shikonim as si plotësues, po ta shikonim si njerëz që udhtojnë bashkë, pra ecin bashkë. Dhe gjitha kjo prap shkon te dashuria që kemi për veten, nëse unë dua veten, pa diskutim që të dua edhe ty. Unë nuk mund, minimalisht nuk të bëj dot keq, e kupton, sepse ti je unë. Kurse në momentin që ne jemi me ego, unë ti tregoj atij apo asaj etj, në fund të ditë bravo, është e lodhshme. Është stina e gabimeve kjo? Për mua jo. Jo. Kjo është stina e strukturës. Kjo është stina ku thash ne zgjohemi dhe themi okay, ku jam, kush jam dhe ku do shkoj. Me verën e marrim më me entuziazëm. Vjeshta na bën të reflektojmë, kthehemi prapë, themi okay, ç'a bëra këto 6 muaj, sepse kam 6 të tjerë. Ka një formë reflektimi. Po, në sistemin tim po, sepse duke e përkthyer gjithmonë në mënyrën se si natyra reagon vet, pra si do thoshte një nga poetët e mi, po jam e sigurt jo vetëm, preferon Rumi, nuk mund të mërzitemi pse nuk çelin lulet në 10 orë.
Çdo gjë ka kohën e vet. Po, është e vërtet. Mirë, meqense përmendë Rumin tani dhe unë dua të qëndroj sa e përmendëm edhe tek pjesa e parë e temës së ditës. Pyetja e radhës është për alkoolin. Sa bukur më pëlqen kjo. Jo. Më pëlqen. Do flasim për këto përvojat shpirtërore që ka njeriu, meditimin. Pra, a është kjo stina, meqense ne jemi në pranverë dhe kemi kanalizuar diskutimin ton për pranverën tani, a është kjo stina kur në fakt njeriu duhet bëhet veçanërisht i ndërgjegjshëm për energjinë e tij dhe për fuqinë e madhe spirituale që ka brenda vetes, për të përballuar ditën e vet, po edhe vitin shumë më mirë. Dhe a duhet në fakt edhe ti? E mira është me qenë gjithë vitin në Francë. Shiko Franci, prap më pëlqen pyetja jote sepse unë do ta përdor për të thënë atë që dua unë. E kuptova. Patjetër që pranvera është një stinë e tham, pra që natyra është më babaxhane, është më mikpritse dhe ne duke qenë se jemi të stokëzuar, ne jemi do e nis nga fillimi. Ne jemi pjesë e të gjithës, okay? Dhe që kur Homo sapiensi filloi të vishej, pra me plastik, me dru, me lëkurë etj, ne humbëm tokëzimin. Humbëm fuqinë tonë për t'i dhënë, për të lëshuar, për të pastruar energji që nuk janë tona. Dhe mama tokë është ajo që mirë është, madhështore është mama. E kupton, ajo na I merr këtë energji, I kthen në dritë edhe etj. Dhe ne që kur kemi filluar të vishemi dhe të shkëputemi për saj, automatikisht jemi ngjitur në ajër dhe duke u ngjitur në ajër, njeriu bëhet individualist, bëhet materialist, pra nuk është më në rrjedh. Njeriu bëhet më I ftohtë, më pak empatik, bëhet unë, nuk është më ne, e kupton? Dhe duke qenë se pranvera na krijon hapësirën, na jep barin, na jep diellin, na jep ngrohtësinë, nuk na jep atë lagështinë e dimri, ne jemi të ftuar të jemi sa më shumë në lidhje me të. Dhe të rish në tokë është puna më e mirë që I bëjmë vetes, edhe fizikisht, edhe mendërisht, pa diskutim edhe shpirtërisht. Unë nuk jam shumë me këto rregullat, jo medito, jo mos rri kaq orë këtu, bë këtë, duhet bësh këtë që të pastrohesh, për mua kjo është një formë tjetër se si spiritualizmi është shitur, se si njerëzit pa faj e kanë kish kuptuar dhe spiritualizmin. Si mund ta programosh nëse është spiritualizëm? Domethënë nuk bëjnë sens të dyja bashkë. Mendojnë edhe që spiritualizmi mund të jetë një lëvizje apo një fe. E thos fjala vet, spiritualizëm do të thotë të njohësh që ti ke një shpirt, pra. Dhe në momentin që ne e njohim që kemi një shpirt, shkojmë e dëgjojmë atë dhe duke dëgjuar atë dëgjojmë zemrën, dëgjojmë trupin etj. Unë jam një personazh që më pëlqejnë ritualet, përqafoj shumë ato amazonike, kam shumë eksperjenca me to dhe eksperjenca me to më ka bërë të lidhem edhe më shumë me natyrën. Eksperjenca me to më ka bërë të kuptoj që gjitha përgjigjet ne kemi brenda vetes. Eksperjenca me to më ka bërë të kuptoj që ne jemi një, ti e unë. Ti je unë. Ne jemi të gjithë një, nuk ka ndësi. Kemi vim në jetë për të bërë secili rrugën tonë, për të kuptuar secili mësimet, jemi në një shkollë të madhe ku ti ke ardhur për të mësuar një mësim shpirtëror, ti një tjetër, unë një tjetër etj. Dhe ama çfarë ndodh në momentin që ne ndajmë këtë mësim, ne ndajmë që duke kuptuar që nuk duhet të bërë një gjë atij tjetrit, e kupton? Dhe e gjitha kjo çon prapë te përgjigja, nuk ka rregulla. Sepse në momentin që ti ma formalizon edhe kontekstin shpirtëror, ti vazhdon ta shesësh shpirtin. E kuptoj që ka një shkëmbim ekonomik, pa diskutim, se ky është sistemi, po nuk mundemi ne do të shesim heshtjen. Si mund të shitet heshtja? Është personale. Si mund të shitet meditimi? Se nuk mund të shitet, po disa këshilla nga njerëz për shembull që për të orientuar, po pra për të orientuar. Atëherë ndaje ti pra dijen që ke, pse duhet ta shesësh? Krijo një hapësirë, flas për këto teknika. Do të paguash qeran edhe po jo. Jetën kapitalizëm. Atëherë po shesim shpirtin, siç e kemi bënë në gjithë këto vite. Por këto ritualet që bën ti janë individuale apo në grup? Janë edhe individuale edhe në grup, po më së shumti unë preferoj ato në grup, sepse e tham, pra ne jemi gjithë një, kështu që. Në çfarë ambiente ushtrohen?
Po, në përgjithësi në natyrë, unë I bëj më së shumti në Itali, me thënë, jam e çik filo italiane, kështu dhe më pëlqen. Po, në natyrë, marrim në një vilë, po lidhemi gjithmonë me bimë që na çojnë te vetja. Nuk janë rituali është fjalë shumë e bukur, edhe pse edhe këtë fjalën e kemi tmerrëzuar, domethënë. Keq përdor në një formë ritualet janë me nejtë bashkë, me u kujtu që jemi të gjithë bashkë, me kujtu që fuqia jonë, ashtu si heroi i dashur Skënderbeu, kur ka thënë tek e tek, thyemi, kur jemi të gjithë bashkë, kemi energji më të madhe. Dhe ta them edhe këtë me që u kanalizova kot. Ne kemi parë çfarë do të thotë jemi individualist. Pra, ka shumë njerëz aty jashtë që ndihen vetëm, që nuk e gjejnë fuqin për të besu, që kanë këtë lodhjen etj. Pse? Sepse duke qenë individualist, kemi kuptuar me sistemin e jetës që ne nuk ja dalim dot vetëm. Dhe në këtë periudhë energjetike ne thritemi që të bëhemi gjithë bashkë, ashtu si u bën bashkë ata që na e morën energjinë, ata që na e blen shpirtin, ata që na krijon sistemin që ne të jemi të varur. Dhe kanë krijuar këtë kaosin ku jemi sot. Fiks, ashtu dhe ne që jemi zgjuar, jemi të ftuar që të mblidhemi bashkë, të rrim bashkë për një të mirë më të madhe, jo për të nejtë bashkë me i tregu njëri tjetrit kush jam unë. E qartë, po edhe kjo kërkon nivel energjetik. Po, kjo kërkon vetëm një dëshirë për të kuptuar që ti vetëm nuk mundesh, nuk je individualist, je pjesë e një shoqërie. Por I cilat ishin këto bimët? Që ndikojnë pozitivisht në mirëqenien tonë? Po, bimët na ndihmojnë, janë një lloj ure, se thash për gjithë ne I kemi gjitha brenda vetes. Unë I kam qef, unë I dashuroj në fakt, këto bimët natyrën dhe bimët nga Amazona në përgjithësi janë gjethe, janë rituale muzikore, janë ndenjen me zjarin, me hënën, hëna është energji femërore, kështu që janë thjesht bim, ashtu si gjyshërit tanë, jam e sigurt që dikur e pinin çajra të ndryshëm që I kemi edhe ne këtu, për t'u qetësuar, për të qenë më në brenda vetes etj. Edhe këto bim që vijnë nga Amazona që këto bim do përdorim për të ndryshuar pak edhe energjinë e ambientit ku jetojmë, se edhe ambienti mbledh energji, jo vetëm trupi. Patjetër. Po të pyes sepse gjithmonë më shumë po gjen vend, ndoshta është edhe trend përdorimi I Palo Santos, I Sherebelës, djegja e tyre. Po, edhe patjetër, po. Sherebela, Palo Santo, Livando, Dafina, Rozmarina, këto janë të gjitha bim që në momentin që digjen kanë një mesazh shumë të bukur që edhe duke u djegur na japin aromë të mirë, mendo sa e fuqishme është natyra. Edhe ato na pastrojnë ne, pastrojnë energjinë, pikërisht me këtë kod. Pra unë digje dhe nëpërmjet shkatërimit të jap të një aromë të mirë duke marrë është një lloj kodi si me Jezusin, si me Muhamedit, që unë I qyt çunat. Çunat që na sollën drita. Kështu që nëpërmjet sakrificës çdo gjë që lind vdes. Edhe këto dhe shumë bim të tjera, thjesht na duhet që ta shohim natyrën sa e madhe është. Dhe kur ne të zëm vendin tonë në natyrë, do jemi pjesë e saj, nuk do jemi mbi të. Ne për momentin, kur them ne si shoqëri globale, jemi mbi natyrën. Ndërkohë që na thritet, jemi bashkë me ta. Të kthehemi te rrënjët. Shkemi çik të alkooli se më pëlqeu. Jemi në fund, por mos u mbaroj. Alkoolin e kemi në verë. Ftojmë për një gotë të fundjavë. Ishte shumë e këndshme. Faleminderit. Ditë mbar, pranverë të mbar, vit të mbar. Amin, gjithë bashkë. Edhe gjithë bashkë, po kjo është e Faleminderit. Mirë, kështu. Shkëputemi ne? Do të dëgjojmë një muzikë. Duhet një këngë. Është pranverë, zgjo po deshe, zgjoni të gjithë, jemi zgjuar edhe ne. Muzikë pas pak, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ne ata është momenti të të pyesim sa është ora tani. Ora, shoku im, kolegu im I dashur është 8:46 minuta. 8:46 minuta. Këndshme si orë, nuk është nga këto orë që mund ta pusin edhe të shprehim dëshirë, nuk është 9:00, po është okay. Mirëmëngjes gjithëve ju që sapo zgjuat në këtë moment, ne vazhdojmë të jemi në valët e Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel në zgjohu
Po, deshe, po deshe. Po besoj se Po janë deshe. zgjuar njerëzit tani, është shumë ditë e bukur për të zgjuar, për ta marrë me pozitivitet, për të pirë një kafe, ku është ajo kafja se vdiqa. Kafe s'ka sot. Ma Eva 3 kafe ama. Eva 3 kafe se vdiqëm, nuk e kej densa po na pihet një kafe. Megjithatë, Po bëjmë detox nga kafja. Mikaela ndryshe nga ne, e ka pirë një kafe turke. Kam sekretet e mia unë. Ku e gjete një? Ku e E gjete? gjeti. Janë jo. disa zonja në fakt që kanë kafe turke, kanë E, edhe pra. xhezve, kanë Ah, gjitha ba. mjetet e Mirë nevojshme bërë dhe unë si iniciativa. bëranaze, nuk i bëranaze. Të bëftë mirë Mikaela, po tani do na japësh leje që Të ta bashkë lexojmë me pak Jo, filxhanin. jo, kemi sigël se ndryshe nuk e Patjetër di që e aty kemi. leja. Sigla. Jemi gati për ta lexuar? Gati për të lexuar filxhanin e A doni më Mikaelës. E ke për vendosur Belulinca? ti në chat? Po, Filxhanin? po patjetër që e kam vendosur. Ta filloj ti. Ta filloj unë? Hajde filloj. Aha, njerë. Po ta lexoj thot me simbolik tradicionale. Ej, Qendra është shumë e mbushur dhe e trazuar. Në mes duket si një tru me shumë degëzime. Kjo zakonisht tregon mendime të shumta, mbi O, ngarkesë kjo, o, emocionale, vendime që po zihen brenda teje, një situatë që nuk është e thjeshtë, por është komplekse. Ti, moj vajzë e dashur, thot çati, je në një fazë ku po Çati. analizon shumë dhe po kërkon qartësi. Është e vërtet? Unë gjithmonë analizoj shumë. dhe kërkon qartësi Gjithmonë shumë. kam Vërtet, situata domethënë. komplekse sepse do thoni ju, kujtja hedh Perëndia, betejat më të vështira. Atyre që i do. Ushtarëve më të fortë për ata që e Po. kishin atë trurin, siç tha çati, që kanë mundësi të kenë shumë mendime, shumë degëzime, mendime. Këto vijat janë Prandaj, gjithmonë kështu që nuk e marr ka gjithmonë vija në filxhan. Domethënë në 3 filxhan që kemi pirë ne, në 3 kafe Vetëm tur vija vetëm ka vija ka rrugë. Po thonë. vija ka kudo, mo, vija ka kudo. Janë vija A që është ndonjë vije gjatë? zbresin poshtot, lëvizje dhe rrugë, ka disa rrugë të holla që zbresin drejt fundit të filxhanit. Kjo simbolizon udhëtim ose lëvizje. Po tani janë udhëtime të shkurtra apo? E, po, se për Po, saktë, ha, se me ja po, ta për pyes çaj pa pa ta shtyp shpirxhanin, pastaj. shtype. Shtype. Dy zgjedhje paralele thot, njëra më e sigurt, tjetra më emocionuese. Është e vërtet? Ende jo. Ende Do jo ta miq. marrësh vesh shumë shpejt. Nëse filxhani të ke një S. Bëj shaka. Duket si një vendim që do të Çfarë është nxjerr S-ja? nga zona e Siklet, realisë. siklet. E është, shpika është unë. siklet. Çfarë është, është? Siklet Mikael. Doni të fillojmë lojën e alfabetit? Jo, jo, është Oh. siklet. Fillojmë po siklet. doni. Po ti që ke shumë e menduar më Mikaela. Unë gjithmonë Po, mendoj, çe ke më këtë thot ke një rëndes. unaz rrethore Un thot. kam 3 unaza. Afër buzës së filxhanit, jo në Jo, gishtë. jo, aty Afër aty të buzës e filxhani. piva këtu ta bëjmë unazën këtu. Është shenjë një cikli që mbyllet, bëj kujdes. Dikush nuk të do të mirën, diçka po përfundon, mund të Do jetë. ishte as i pari, Kujtimi as e po na e bën fundit. me po na e bën Ose për një njeri zili. po largohet nga jeta jote që e ke menduar shumë dhe ke patur pranë afër vetes, e ke vënë se si lexojmë si lexojmë filxhanet të Ja. zonjat shpejt thot. Një mënyrë e Që vjetër të mos i marrësh menduarit. vesh. Ke patur një marrëdhënie dinamike Ka- thot, por që ka. po ndryshon formë, je në një fazë pasigurie, pas kësaj vjen një periudhë më e pastër, është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Ka edhe nga ato Nuk e që lexojmë konfirmoj. kështu, në ata që do ta lexojmë tani. Një rrugë hollë, ke një rrugë të hollë që flet për një Te udhëtim. njëjta rrugë edhe ti më. Ose një Po i ta takim pyesim të televizeve, papritur. ne. Një thotë, takim ke- të papritur? Po. Në përgjithësi, Po nëse ju ma thoni nuk është më i papritur. Unë Një- tashmë po e pres një takim. në përgjithësi thot filxhani del dole pozitiv, pas një periudhe të ngarkuar vjen qetësi dhe një hap i ri, do bësh një hap të ri. Mikaela Ç'të nuk e bëjmë, di, mora? po. Nëse Ç'të do bëjmë, thot, more? më thuaj që do ta shikoj për dashurinë, për punën, për diçka Për specifike. çfarë të doni, të shoh. ndajni, hajde, secili Nada, le të marrë një çfarë- drejtim. Tani unë kërkova për këtë lëvizjen, meqense pyeti dhe thashë është rrugë e gjatë apo e shkurtër. Po. Pra meqense Ta tha dim ke çfarë një pushimesh do ke një bëjmë. udhtim, thotë rruga nuk është e drejtë për drejt, por është e shkurtër. Ka kthesa, ndërprerje dhe disa degëzime Aha, që nga përpara përkorç, po le. stabilizohet. Lere Kjo se jam zakonisht përkorç. thotë, ndoshta s'ka të bëjë me rrugën fare. Thotë është një rrugë e gjatë dhe proces gradual, jo diçka që ndodh menjëherë. Ka të bëjë me të brendshmën tënde. Ja, Ka një e fazë për të rritje brendshme. dhe përgatitje para lëvizjes reale, mund të përfshi 2 hapa një Ku lëvizje e fiket vogël kjo? fillimisht. Jo, është e vërtet apo jo? Isha baterit. Dëgjoj se unë e pyet ta mbarove Nada. Ti them një gjë të Po vogël. e njëjta gjë përsëritet, Okej. nuk është se më tregon shumë. I shkruajta lekat moçat si do jenë. Ah, mo, kështu. si do jenë. Ja ta shohim për lekat. Thot, këto pikat e errta i ka shumë të dashura. Ja, kontrollomni tha. Po e mbaj për makinë. Ah, 1000 lekëshi. Rrethi qartë mes tregon që një borxh ose pagesë një pagesë e pritur ka gjas të mbyllet. Diçka që e ke pritur vonuar pak po afrohet, kafja domethënë po afrohet. Po afrohet, okay. Megjithatë vijat e shumta anash tregojnë edhe shpenzimet pa parashikuara, pra lekët vijnë,
por duhet kujdes të mos ikin shpejt. Ja, këtu si Përmbledh. Vajtur është problemi. Nuk ju premtoj dot. Shiko sa e bukur është përmbledhje thot, nuk del varfëri. Nuk e varfëri e mirë. Hyrje të vogla never për të been. sigurta, duhet pak menaxhim që të mbeten në dorë. Thot, këtë e di, mos ke nevojë të Ja, tash te menaxhimi, po na jep dhe një manual tani si ta Një menaxhojmë. lexim i shkurtër për dashurinë. Pa, Çfarë thot një. Filxhani? Thot rrethi pranë buzës, se paska te buzët gjithë këtë. Mbyllja e një cikli sentimental mund të jetë një zhgënjim që po lë pas ose një mënyrë e vjetër dashurie që nuk të Lere se përfaqëson. s'pas ka lidhje me mua. Interpretimi drejt për drejt i kësaj, dashuria që vjen për ty duket e qëndrueshme, por jo e shpejt. Do kohë, do pjekuri, por ka potencial të fortë. Po mirë se Që nga Nuk dashuri me duket potencial. si aventurë Po, kalimtare. mendon ti se ndonjë gjë që ka të bëjë me mua është pa potencial më Franc më si s'të vjen turp që flet kështu. Kete drejt. Nëse ishte pjesën e sajta parë dashurisë. do e ketë ngatruar personazhin, po. Kishe Te e me dyta e merak presim. tjetër? O ti shikoje njerëz se ajo vërtet po ti thot, po pritni nga muaj tjetër, mbas ai dalin. Po një Mirë, germë. do ju updateoj germë, në Filxhanin e radhës. Edhe një germë para se të kalojmë tek kënga e radhës. Një germë, një shkëzim se pyesim më? I tha të gjitha. Ç'a thot për Më një thot. Më. Sepse ja u Vesh- kam thënë, do vesh- të jeni të vetja. dashuruar me Me veten. dashurinë. Si Vesh- do të vetja. thotë, duhet jeni të dashuruar me veten. Hajde. Mikaela të dua. Bëu gati radhës Nuk e tjetër gjej, me jo. Ada Je se mirë, e ke mirë. ti Filxhanin për të ta parë chatin dhe ne Po pres bashkë. të pi kafe turk. Deri javës tjetër ne do pim një kafe, do dëgjojmë edhe një këngë të mirë dhe rikthehemi në studio. Mirëmëngjes. 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 Ku ishit me vajza njëra ose nga kishte vajzur, ne Ada po merr me Ja punë po të lexoj se vetë. lajme interesante nga bota, po i ndajmë pak më vonë. I lajme shumë interesante. Shumë interesante, Sa se ka të bëjë interesante. me aktorin tim të preferuar Jim Carrey, është Po, bërë një rrëmujë e madhe në rrjetet kemi sociale. para të po ta për flasim shkak të të premte. së tij, po pra po. Ta flasim- Thjesht u kuriozova sepse paska dal është një make-up artist shumë i famshëm që bën transformime të personazheve të njohura, ka bërë edhe dalje publike përmes aktorëve të ndryshëm ose vet dhe mendohet që mund të ketë qenë ai dhe nuk ka qenë fare Jim Qa Carrey. thua? Po, skandal i madh. Po shpresoj skandal të ketë s'është qenë ai gjëra- se ky ndryshimi i ri për ne Gjëra fansat e shumë të- përjetshëm po. të tij ishte Ishte një tradhti e vogël. ishte pak vrastar me U thënë të trembëm një drejtën. çik, çka kishte Unë e dua ndodhur. Jimin sido që të jetë pik muhabeti. Po mirë, më mirë të gjithë e duam ja kështu, si Po e me të duam siç ka qeshur. qenë, jo këtë Si të me riun. informacion e bëri një farë ankese në Ada. Tani Ha, moj, ti po. kisha ua. thënë edhe unë Kova ato për ankesat vipa. e mia. Se ti ankesa VIP është ti. patjetër po. Ankesa të Ankesa e tilla ditës. paçi. Ankesa normale. Kemi si Sigla. Halli mo halli, ja t'ja them unë. Halle. E do me dorën tënde. Po patjetër. Të lutem tani. Çfarë thot ankuesi jon i parë? Çfarë thot? E Ankorusi. hu thot të gjithë ankohemi, po të nesërmen prapë çohemi që në 7 dhe vazhdojmë si gjithmonë. Asnjë farë ndryshimi. Bravo të Ke qoftë. të drejtë. Bravo ke të të qoftë. drejtë. Të mbështesim. Po ti që na i dërgove këtë, a do bësh një ndryshim nesër? Me qënë se është edhe pranverë dhe ne po flisnim për këto A ciklet do e jesh ti i natyrës dhe të pari që do marrësh stinës. hapin Jo, drejt për shkak kohë ndryshimit? shkruajti atë jo. Jo, Sa më duket. pëlqeu, e di kush është Le ta problemi. motivojmë pak. Këta, po, Jo. këta formulimet i kanë shumë bukura, po. po zgjidhje s'japin asnjë për veten e tyre. Po pra mirë, ne po ankohemi shiko ne. tani, po ti Janë të jep gjithë zgjidhja kadare. ai për veten e vet, do dënjonte të na çonte ankesë na. Ai do mirë, thoshte mirë. shikoni. Ai e bën e për qok, po, Miq, kanë e ankesë. kollandriste pra. vetë Miq jetën dhe e tij. Mikesha. Ai thotë janë 3 Unë njerëz pata këtë aty. hallin e zgjidha kështu, po ju bën punë ju, urdhëroni. Po, pra, ai po. është Ai thjesht po personal. thot hallin. Ai njerëz me Nuk jeni as pak 3 suportues, veta. E Kalle më mbështesim, njërë, kalle më njërë Kalle, qatë E ja, mbështesim nga shumë të drejtë. Zotëria ose zonja. Kushdo qoftë. Ky nuk është si ta thon, Gjinin. Si? Nuk është se ta thon Jo, Gjinin. s'ma thon. Zonja ose zotëria jo. Nuk Nuk ta ma thon. thon, po, jo. Anonim. Këto janë ankesa unisex. Ankesa Po shiko, anonime. është një ankesë që na përket të gjithëve, pse duhet ta ndajmë tani? Cila? Po, Kjo e vërtet. orës 7 që Po zgjohet. nëse janë janë si të gjëra gjitha ankesat që kemi thënë, janë ankesa që na prekin të gjithë. Kjo është e Plus vërtetë. nga shitçojnë të numri telefonit nuk thon përshëndetje, un jam filan fistor Jo, dhe sot direkt. kam këtë ankesë. Qase po, ankesa. Direkt më, po kemi krijuar marrëdhënie me Aq dëgjuesit. shumë nuk mbajnë më njerëzit sa direkt Po. hyn në thelb, në Po, temë. Anonimi o të rë. Paktën grupin Në thelb muzikor ka që hyrë edhe i preferon. dyti që thotë dola dje për pazar, thotë dhe se mora vesh a isha në market apo në bursë. Aq shumë kanë lëvizur çmimet. Oh, prit, dale, thua, s'ke parë gjë akoma. Sa po të filloj të plasi? Me të gjitha Qasa jo. ndej vjen këtej. Me të gjitha këto gjëra që po ndodhin, me luftën po e ponjë, po këtu më shikoj te shtëpia jote një cop rrugë që u prish andaj që ka bllokuar krejt vendlindjen, i ka rritur çmimet, i ka çuar në stratosferë. Ku do të vesh ti thaj? Ku do të vesh ti? Patjetër, në Bllokuar stratosferë. pse do të vesh ti?
Unë them Pi Mikaela dhe paran. Unë them Mikaela që ti të bësh një grup në WhatsApp me të gjitha Me të ankusit e tu. Po mirë, po dhe tani ti diskutoni hallet atje. Unë kam vetëm numrat e këtyre që kanë shkruar këtë javë. E Si më Puna çdo është- javë nga një grup. Çdo ditë do Hape, shtoj nga hape. një person të riu në grup. ta kallim edhe një herë hallin për këtë E ankusit. kallëm. Mbi të gjitha halle, Dhe ja ku e patëm sërish faktin që këta di qa këndojnë, pres- gëzojnë, kënaqen me ankesën dhe pastaj thonë, "Oh, vetëm ankesa ke ti." Jo, Është e bukur dhe ankesa. e di çam Ne e di shijojmë. çfarë pres gjithmonë pas kësaj kalle hallin që Çfarë pres? nuk e di si thuhet në terma muzikor që mbyllet a kështu. Falsetto, çfarë? Falsetto nga këto pres një publik të gjithë që të filloj duar trokitje, Wow. e kupton sa ashtu më duket. Po, çka ti e modifikojmë në? Po Okej. flem ty pa duar trokitja. Lere se I me atë vendos regjia. E ha. me atë kur ti këngën, kemi. me atë këngën e AI që kishte bërë sot Mikaela mua më kënaqe, ishte fantastike. Pa merak do bëj të tjera. Ta përsërisim edhe një herë kuicin për E ditën e përsërisim sotme, edhe. gjeje ku në cilin vend njerëzit rrinë në radhë edhe kur nuk e din pse, pra rrinë në radhë për orë të gjata, pa u bezdisur. Mund të jetë kjo në Itali, në Francë, në Angli apo në Greqi. Është një rend social, prandaj njerëzit e respektojnë radhën dhe njëri tjetrin në radhë, por nuk e di mendin në cilin vend mund të Tash jetë, në një- Itali, në Francë, në Angli apo në Greqi. Një ndim do t'ja u japim njerëzve tani. Një ndim, okay. Po e thashë që pari Ndima ime sa që do është ora? ishte Ora është 9:01 minutë. Heqim Italinë. Aty ku kisha unë shpreh gjoja. Opsionet janë Franca, Anglia dhe Greqia. Në cilin nga këto vende njerëzit të rrinë në radhë dhe nuk e din pse. 068 40 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel patjetër mund të dërgoni përgjigjet tuaja. Në fund të programit pastaj do t'japim një fitues Yes, të of course. merituar. Si Po gjithmonë. po patjetër. Dhe tani, dëgjues të nderuar, shikues të Ton, ton. nderuar, ka ardhur momenti Ton, ton. që të qeshim miçi. Okej, sa pesh do Barceleta. kishte kjo nëse ne deri tani do kishim qëndruar tepër serioz. E pra, po ja, ju nuk Dhe e më në luani. fund do qeshnim për qeshim vërtetë. çik. Barceleta e sotme është kjo. Një zotëri shkon për të ngrënë një drek në një restorant në Vlorë, Mikaela, kësaj radhe. I bëf të mirë, me I bëf kujdes të mirë, çaporosit. po. Shkoi në Vlorë edhe ju duk shumë bukur restoranti, po, ju duk atmosfera e këndshme. Kujtime i madh. Kujtime pantomima Po, të ke pra. përpish. Po është i pjekur, nuk lëvi. Po, është i pjekur. Ju duk atmosfera e restorantit shumë e mirë, patjetër edhe shërbimi ju duk shumë interesant, edhe vjen një moment porosit një supë peshku. Duhet supa gjithmonë. Po. E porosit atë supën ja sjellin me 1000 temenara kur i thon me ata. Ua, valla. Ua valla. Qa ja ku e supë, ke. ore, Jo, më supë, ishin djati. shumë kështu. Ja sollën atë supën. Kur shikon ky, duke ngrënë supën shikon një mizë. Çfarë bë? Po ky ishte nga Tirana. Po mirë. Kishte shkuar atje. Po sa shkon në Vlorë transformon, do Po, e të drejtë. transformohet. O vllai, Shikon një mizë atje Mikaela te supa ky që po i notonte në mizë. Edhe thret kamarin. Hajde këtu i tha. Ç'është kjo? Zotëri më fali, nuk e di, un jam kamareri, tha, kjo është punë e kushinës, s'kam çfarë të bëj unë. Më rënë të kështu, pjeka, më rënë të mo. pjeka. Ma thirr pronarin i tha, unë ta bëj të madhe i tha. Gjithë ky restoranti tha duhet të kishte shërbimin, duhet i po miza kontrolloni po të gjitha. bëhe not qeni, not bretkose, çfarë lloj not? Not kështu mbrapsh, miza, po, si i thon ati notit. Thret pronarin, vjen pronari siç ishte kështu duke ecur rënd, eci rënd si 100 kg tha. Edhe shkon atje, ç'a keo i tha. Kush është ai që bërtet aty? Jo, ç'a ke më i tha, ç'është ky, ç'a keo, ç'është Je gangster ti, je gangster. U e ke ngritur të lokalin restorantin në Kombo, ç'a ka ndodhur o, vëllai, tha ç'a ka ndodhur. Zotëri i tha, po ç'a thua ti? E shikon këtë mizën i tha në supë, po noton miza i tha në supë. E mo mirë ishte se ishte E pak zhapiku. kështu i tha, "O vëllai tha, me 4000 lekë supa, ç'a doje të notonte? Mjellma." Po tani. Se 4000 lekë e more i tha. Edhe miza që i Tani me tha, të drejtë. a ç'a bëre mirë. A ç'a bëre mirë. Dhe faku kthye dhe vazhdoi noti. Edhe vazhdoi noti. Miza. Okej, ja e mbyllëm edhe Barceletën e ditës së sotme me miza dhe me mjellma dhe me supë. Ishim në Vlorë. Kujdes. Kuhani, të gjithëve, po. edhe shikoni mirë, kontrolloni. Mirëmëngjes të gjithëve, koha për të dëgjuar një këngë prap dhe për të kthyer në studio. Rikthehemi pas pak me këshilla për mirëqenien. Mirëmëngjes.
Rihanna mo. I love the way you lie. Rihanna, Po mos I love gënjeni, you. mos gënjeni se latnam. I love you Rihanna, gjithmonë të kam dashur edhe pse ti se ke. Duaj se po rikthehet sërish Amar në mo ti muzikë. ka s'ke dashur më burr. Si, mo, Ore Rihanna? ndaj mendjen se nuk Kë kam ke për dashur të tjetër? shullosur gjë kështu. Kë kam dashur tjetër? Scarlett po. Dua Lipën po. Ja, ma Rihannën ja. po. Rihannën e kam pasur. Shakirën kështu. se ç'te i gjë për Belin e Shakirës e i bën dhe nga këto komente ti. Po, Mirë mo, mëngjesi, jemi në studio me Mikaelën, me Franz Hamshorin dhe me mua në atë. Por nuk jemi vetëm. Është bashkuar edhe Pavli Brozi, i cili është nutricionist. Flasim pikërisht për ato këshilla që duhet të ndjekim sa i takon dietës son, me ardhjen e një stile të re, patjetër që duhet të jemi edhe më të kujdesshëm në përzgjedhjen e ushqimeve, që nga mëngjesi e deri në darkë. Pavli nuk ka ardhur vetëm, ka marrë ardhur me edhe sallatë me vete. dy shokët e tij, brokolin dhe spinaqin. Mirëmëngjesi çuna. Si jeni mirë? Pavli, po kjo bluza jote vazhdon të bëhet interesante nga java në javë. Ishte mos pyetja e ha parë që i shpesh, bëra sa e takova, ç'a bluzë ke veshur sot? Ha sakt, shumë e bukur edhe kjo. U mundova ta lidh me temën sot, që qofse ham ushqimet e dura që janë të stinës, ushqimet e dura që janë të stinës edhe që na japin vlerat ushqyese të mjaftueshme, nuk kemi nevojë të ham shpesh, por marrim vitamina, minerale dhe jemi të ngopur edhe bëjmë edhe gati një çik për verën që të mos shkojmë mbi peshë. Tani duket sikur ndonjëherë njerëzit e bëjnë thjesht për trend, ndrojnë këtë ushqimin vetëm sepse ndron stina. A është kjo e nevojshme? Ç'a kemi? Mos e thuaj. A është kjo e nevojshme vërtet nga ana biologjike dhe nga ana, si thua, e organizmit ton? Një ndër gabimet më të mëdha që mund të bëjnë njerëzit me ushqimin është që mos konsumojnë ushqime të stinës. Sepse ka shumë benefite. Po si fillim, ushqimet që nuk janë të stinës, një gjë është e sigurt, do kenë më pak vlera minerale, do kenë më pak vitamina, sepse në momentin, më thënë, procesi që ndodh me ushqimet që nuk janë stinës është që ose bëhen jashtë stine edhe si thua shkputen nga toka më përpara se të piqen, edhe ruhen në frigorifer dhe pastaj kur vjen koha që duan të shesin i hedhin kimikate që i pjekin. Siç ndodh me lule shtrydhet masivisht, që i gjen në frigorifer gjithë ditën. Gjithë po dhe janë më të rushi. mëdha se ne. Edhe dhe rushi ka pas gjithë vitin, shalqi, pjepër. Por në momentin që fruti perimja hiqet nga toka para se të piqet, është e sigurt që nuk do krijojë mjaftueshëm vitamina dhe minerale. Dhe thjesht do ketë atë shijen, edhe shijen s'do ta ketë shumë mirë, por vitamina dhe minerale do jetë shumë e varfër. Kështu që ne do marrim pak vitamina dhe pak benefite nga i perimi dhe nga i fruti. Po cilat janë këto perimet edhe frutat e stinës që duhet patjetër Po ti ti konsumon? përshëndet e dy shokët. Po patjetër, spinaqin dhe Kush është pjesë e grupit tjetër? Tani si jeshilliqeve. Flasim për jeshilliqet. Pra kemi spinaq, kemi brokoli, kemi lule lakër, kemi dhe karrotë. Kanë si buqeta me lule kur i shikon në Kjo si plan. buqet me lule. Një lule për ty, një lule për ty. dhe ishin, domethënë, aroma atyre ishte shumë e mirë. Ishte freskët. Jeshilliqet për një arsye shumë interesante, sepse gjatë dimrit ne kemi qenë të prirur që të konsumojmë ushqime të rënda. Ushqime të pasura me yndyrna siç është mish, djalë, djath, pezë, ëmbëlsira, bakllavaj, shumë. Kadaif. Po. Edhe ushqimet e pasura me yndyra na kanë bërë ne që i dhe kemi shtuar në çik peshë, kështu me radhë, ndimër. Tani, në momentin që ne konsumojmë ushqime të hidhura, si spinaqi, për shembull spinaqi është një ushqim i hidhur, rukola është një ushqim i hidhur, edhe brokoli deri diku ka një shije të hidhur. Momentin që gjua jon ndjen shije të hidhur, i jep sinjal nervit vagus, edhe kjo i jep sinjal që trupi të prodhoj acid bilar. Acidi bilar është shumë i rëndësishëm për tretjen e yndyrnave, pikërisht. Pra që ne të tresim yndyrnat, që mos kemi probleme edhe me tëmthin, me mbingarkimin, me krijimin e yndyrnave, plus dhe me krijimin e gurmëve në tëmth ndoshta. Kështu që sa më shumë jeshilliqe të ham, aq më shumë e luftojmë edhe yndyrën në trupin tonë, edhe kilet ndoshta rrjedhimisht. Po, domethënë trupi priret që të tresim më mirë yndyrnat. Kështu që çdo frut dhe çdo ushqim sipas sezonit është me një logjik të caktuar. Domethënë trupi funksionon bashkë me natyrën, nuk funksionon veç. Sepse shumë njerëz mund të bëjnë gabimin për shembull që në dimër ose tani që prap nuk është dita shumë e gjatë, konsumojmë ushqime shumë të ëmbla, siç mund të jenë ushqime tropikale, rrush, shalqie kështu me radhë. Por ato janë ushqime shumë të pasura me sheqer. Edhe trupi jon për mira vite nuk është mësuar që ne të konsumojmë sheqer dhe ushqime aq të ëmbla, fruta aq të ëmbla në dimër.
Kështu që në momentin që bën atë, insulina jon punon më avash sepse është më shumë natë, kështu që ne me shumë mundësi mund shtojmë peshë, marrim energji kot që nuk e përdorim sepse ne ndihmë rrim më pak aktiv, nuk jemi shumë aktiv, nuk lëvizim shumë e kështu me radhë. Kështu që nuk kemi nevojë për ushqime aq të ëmbla. Kemi nevojë për ushqime të tilla jeshilliqe që janë të stinës, që janë më shumë jeshilliqe dhe më pak fruta tropikale sepse mbajnë shumë sheqer që nuk i duhet organizmit. Ndërkohë çfarë ndodh me sistemin ton imunitar gjatë ndryshimit të stinës, Pavle? Me sistemin ton imunitar ndodh që njerëzit duke konsumuar ushqime të gabuara i dobësohet imuniteti. Sepse ne qëllimi jon kryesor është që të kemi një mikrobiom sa më diverse dhe sa më shumë baktere të ndryshme në zorët tona. Po që të jenë baktere të mira, që njerëzit ta kuptojnë në shtëpi, mikrobiom them që ne kemi baktere në zorë që kemi edhe ndikojnë në imunitet, ndikojnë në peshë, ndikojnë në lëkurë e kështu me radhë. Janë miliona baktere të gjalla që jetojnë. Tani nëse neve mbajmë të njëjtën dietë gjatë gjithë vitit, pra gjatë gjithë kohës konsumojmë njëjtat ushqime, për shembull një person ka shumë qef rrushën dhe konsumon vetëm rrush, dije që këto baktere nuk do jenë diverse, pra nuk do kemi shumëllojshmëri bakteresh në zorët tonë. Dhe në momentin që nuk e ke këtë shumëllojshmëri, atëherë dije që do të bjerë imuniteti, sepse 70% e imunitetit përcaktohet nga bakteret që ne kemi në zorët tona. Nëse ti konsumon njëtat fruta gjithë vitin dhe kur vjen stina tash nuk konsumon spinaq, se thua nuk më pëlqen spinaqi se ka shije të keqe, dije që nuk do kesh shumëllojshmëri baktere në zorët tua, do kesh më shumë baktere të këqija edhe kjo do ndikojë që do kesh imunitet më dobët. Edhe prandaj njerëzit fillojnë edhe smuren, periudha virozave e kështu me radhë. Ankohen na dërgojnë ankesa këtu. Ndërkohë me këtë ndryshimin e stinëve, a ka ndonjë ndikim temperatura në metabolizmin ton apo vetëm ushqimet dhe çfarë konsumojnë? Me ndryshimin e stinëve një ndër faktorët kryesorë që ndikon është dita. Sa më shumë zgjatet dita, aq më aktiv jemi ne. Aq më shumë i shpejt është metabolizmi jon. Tash trupi jon funksionon sipas një ritmi cirkadian. Ritmi cirkadian është që gjatë kohës që ne shohim dritë dielli, metabolizmi është më i shpejtë. Sistemi i tretë është më i shpejtë, insulina punon më mirë e kështu me radhë. Edhe në momentin që zgjatet dita dhe vjen pranvera dhe kështu, zgjatet dita, kështu që ne kemi më shumë dritë dielli, kështu që është në favorin ton që e kemi më shpejt metabolizmin, kemi më shumë energji, insulina punon më mirë edhe kështu me radhë. Por kjo mund të të vi edhe me pasoja me uri të shtuar, sepse duke bërë më shumë aktivitet, duke lëvizur më shumë, je nevojë për më shumë ushqim. Po, dhe je i prirur që të lëvizësh më shumë, të konsumosh më shumë ushqim dhe të biesh pre dhe ushqimeve të ëmbla ndoshta. A ka të bëjë kjo me ndrimin e gjakut, kjo që sapo përmende? Çfarë është kjo? Se jemi fiksuar sot, jemi qepur kështu me bukë me vete këtij ndrimit të gjakut. Dhe i dalim në krye kësaj rruge ose pra drita, energjia, dëshira e trupit për të konsumuar më shumë, fakti që është më i gjallë, përballon më shumë aktivitete, ky është në thelb ndrimi i gjakut? Jo, se besoj. Është gjë tjetër që nuk e dim, po e diskutojmë një herë tjetër. Pavli, si është mënyra më e mirë për t'i gatuar këto jeshilliqe? Atëherë brokolin si fillim, në momentin që neve e ziejm brokolin, ndodh diçka, humbet shumë vitamin C. Humbasen dhe vitamina B, që janë vitamina që treten në ujë. Kështu që një ndër mënyrat më të mira për ta konsumuar brokolin, djali e tha çfarë, është në avull. Pra ta e vendos gratë në shtëpi, besoj e ditë më mirë se unë. E vendos në një si kusi diçka të tillë dhe je se kërkojnë në Google si e bëni me më atë, vendos 2 tenxhere sipër njëra tjetrës, nuk e di, dela i avull. Një pajisje një pajisje. Po, është si tabaka e vodkës. Por ama është shumë e shijshme. Ashtu del shumë e shijshme. Po, edhe sepse ruan vitaminat C dhe vitaminat B që janë vitamina që treten në ujë dhe ikin me nxehtësinë, dhe janë vitamina sensitive ndaj nxehtësisë. Por nëse brokoli u emocionua. Po mendon mikrofoni nuk e do brokolin me sa duket. Por nëse nuk e bëni dot këtë gjë, doni ta bëni në ujë, pra ta zjeni në ujë, këshilla është që ta ruani ujin, mos ta hidhni, sepse shumica e vitaminës C shkon dhe mbetet tek uji. Edhe ujin mund ta përdorni kur bëni për shembull pilaf, kur bëni quinoa, kur bëni shumë mirë, kur bëni makarona, kur bëni mund ta pini si broth, domethënë si lëngu i kockave dhe i mishet pa. Ose mund ta pini nëse Pabli me që humorëm kaq gjatë me ujin, po jo me atë të brokolit. Tani është edhe periudha që të gjithë fillojmë pime edhe më shumë ujë, për kemi këtë idenë që duhet të hidratohemi gjithmonë më shumë. Por a kemi nevojë vetëm për ujë për hidratim apo duhet të përdorim edhe elektrolitet? Neve gjatë gjithë kohës kemi nevojë për elektrolite, ndihmër verë,
Edhe unë për shembull një gjë shumë interesante që bëj çdo mëngjes është tani unë nuk bëj Ramazan, po më ka frymzuar ky Ramazani, konsumoj hurma arabie mëngjes, sepse janë të pasura me kalium, edhe kaliumi është një elektrolit që çon ujin nëpër qeliza. Pra, nëse ti pi ujë 3 litra ujë, nuk do hidratohesh shumë pak. Shumica nuk shkon nëpër qeliza, shumica ujë do dali me urinë, me djerë, se kështu me radhë. Kështu që të hidratohemi dhe mos kemi atë dhimbjen e kokës në orën 12 të drekës që të na kuti, është të marrim kalium, që e marrim nga banani, avokado, hurmat arabisë kështu me radhë. Ose pak krip, ndoshta para se ta konsumojmë ujin. Edhe pak krip. Edhe një gotë ujë me shumë pak fare krip, edhe me limoni hedhur për shije, për qef. Edhe merr kalium, merr sodium, merr krip, edhe uji shkon nëpër qeliza dhe ne nuk na dhëm koka në orën 12 dhe ja vëm fajin kafes, shefit e kështu. Meqense përmendë edhe kafen. Për ata që duan të bien në peshë, si duhet të nisin ditën e tyre? Me kafe apo me këto variantet e reja që kanë dalë tani kombinimet lëng limoni me vaj, shot si till? Po, unë kam thënë atë. Unë kam nxjerr atë trend. Atëherë shiko, lëng limoni me atëherë nuk është formulë magjike për të humbur peshë. As ta nisësh ditën me kafe esën nuk është formulë magjike. Atëherë mëngjesi perfekt për persona që duan të humbin peshë, duhet të jetë mëngjes i pasur, jo mëngjes i varfër, por kur them mëngjes i pasur pra mëngjes i bollshëm me fokus tek proteinat. Mëngjes mashallah. Mëngjes mashallah, po. Minimumi 300 kalori, siç mund të jetë veza, siç mund të jetë avokado, siç mund të jetë gjiza, ricota, kos, një moll, një banane, që të marrim dhe karbohidrate dhe proteina dhe yndyrna, por me fokus kryesor tek proteinat, jo një fet buk me me recel mëngjes, sepse nuk do të ngopi. Hajse të majë. Shiko se zakonisht këta që pin ujin me limon e thonë do psohem, pas një ore ja fusin një tepsi byrek. Dhe thonë na pas ka gënjur pastaj. Na pas ka një formë për t'i bërë detox zorrve? Po, shumë fakt interesant, më që më kujtove se harrova. Kemi brokolin. Çka ndodh me brokolin? Brokoli aktivizon fazën e dytë të detoksifikimit të mëlçisë. Jo aktivizon brokolin 100%, por brokoli përmban sulforafan. Dhe sulforafani ndihmon, pra ka substanca që ndihmojnë trupin në fazën e dytë të detoksifikimit të mëlçisë. Ka dy faza detoksifikimit të mëlçisë dhe kjo ndihmon në fazën e dytë. Pra e ndihmon, e shtyn. Kështu që brokoli është një ushqim shumë interesant me sulforafan. Sulforafan që ashtu është shumë interesant dhe për femrat në menopauzë. Sepse sulforafani që përmban brokoli ndihmon në stabilizimin e estrogenit në trup. Shumë vajza në menopauzë kanë probleme me luhatjen e estrogenit. Pavli, tani se ka njerëz që thonë unë s'kam nevojë për një plan të detajuar ushqimor, unë e dëgjoj trupin, e përgjoj trupin edhe ma thot trupi se çfarë dua të ha dhe çfarë dua dhe kur mbi të gjitha duhet të ha. Suksese ju thot Pavli këtyre njerëzve. Tani çfarë ju themi këtyre njerëzve? Jo, do ju surprizoj përgjigjja ime. Atëre, në momentin që ne konsumojmë ushqime natyrale, ushqime që nuk janë përpunuara, siç është spinaqi, siç është brokoli, ose ushqime shumë pak përpunuara, siç është makarona, pasta, orizi, një bukë mirë, nuk ka nevojë që të bësh plane strikte dhe të rish të peshosh çdo ushqim ose të rish stresohesh për çdo gjë, sepse me vërtet trupi përgjigjet ashtu siç duhet. Pra momentin që konsumon këto ushqime që merr vitamina, merr vlera ushqyese, atëherë nuk e nevojë fare që as bësh plane të detajuara, as stresohesh, as masësh çdo gjë, sepse trupi e rregullon veten e tij. Njerëzit për qindra mijëra vite nuk është marrë njëri duke matur kalori, thjesht kanë konsumuar ushqim natyrale. Edhe trupi ka reaguar shumë mirë, hormonet. Trupi është hormon që funksionon shumë mirë. Të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe ne sot, edhe të jemi sa më afër natyrës, kështu që perime për të luftuar yndyrnat e këqija që keni në trup edhe të ndiheni sa më të lehtë. Eurovisioni fëmijëve. Po, shumë e bukur ishte. Dhe pas. Pavli, shumë faleminderit për një ditë të mbar edhe gëzuar pranverën, siç ja uruam edhe të ftuarës së kaluar. Ditë të mbar, javë të mbar, muaj të mbar. Inshallah s'ka më shumë. Kemi shef si spinë. Po. Ne kemi dhe pak, mos u largoni sepse pastaj do shpallim fituesin e quizit edhe kemi dhe video virale. Pas pak. Mirëmëngjes. S'po kërkoja dashurinë ndërsa të gjeta. Të kam pritur gjithë jetën i tha. Sa fjalë të bukura. Gjithë jetën kam pritur. Na rrethon dashuria kudo, edhe në muzikë. 9:27 minuta, jemi gati t'ju japim fituesin e quizit.
Ta japim fituesin e quizit Po ta kishim parë një videon apo bëjmë videon? Hajde shohim videon, pastaj Harrova fituesin fare, po edhe. ne kemi video virale për ta rrugë Mirupafshim, Se më shat mua në po. mëngjes kur S'më thash durohet mëngjes për quizin. domethënë. Hajde ta E shikojmë. kemi siglën? Jo, s'kemi. Pas kemi Okej, quiz. quizin. Quizi virali. Ju kemi pyetur sot në cilin vend njerëzit rrinë në radhë dhe kur nuk e din pse, midis Francës, Anglisë dhe Greqisë, është Anglia, përgjigja e saktë. Ktu afër nesh. Për t'ju dhënë një informacion të shkurtër sa i takon Anglisë edhe pse njerëzit rrinë në radhë për orë të tëra. Ideja është që njerëzit në Angli rrinë në radhë edhe kur nuk dim pse, është një lloj hiperbole humoristike në fakt, por ka të bëjë më shumë me kulturën britanike të radhës, e cila është shumë e fortë. Është një normë sociale shumë e brendsuar, pra fëmijët që të vegjël janë mësuar që mos të futen para pa radhë, të kenë durim, edhe të presin edhe të respektojnë të tjerët. Është kultura fair play. Britanikët kanë një traditë të fortë të drejtësisë procedurale, pra ideja që rregulli vlen më shumë se rezultati personal, edhe nëse nuk e di saktë për çfarë është radha, instinkti është nëse të tjerët po presin, duhet të ketë një arsye, kështu që ndalohe dhe prit edhe ti. Po ashtu është edhe një lloj traume historike e racionimit, që do të thotë gjatë luftës së dytë botërore në Britani pati racionim të fortë ushqimor, kështu që radhët për bukë, qumësht, mish ishin pjesë e jetës së përditshme dhe kjo krijoi disiplinën e pritjes. Nuk e di pse këtu te ne ndodhi komplet e kundërta, ose kemi patur të hamë edhe na kanë gënjur pastaj, këta që flasin për periudhën e komunizmit. Kështu që kjo sjellje shpesh përdoret si një shaka ndërkombëtare për britanikët, por në realitet është shenjë një kulture me besim të lartë institucional dhe respekt për hapësirat publike. Përgjigjen e saktë sa i takon Anglisë e ka dhënë Eri me numrin që mbaron me 192. Urime Eri! Bravo, të lumt! Ke fituar një kupon në vlerën e 50 euro dhe nga Sweets. Po, të presim të luash edhe nesër me ne. Unë kam parë një video kështu shumë interesante, janë dy my njerëz. friend. Janë dy britanik që janë përballë njëri tjetrit duke Dhe ecur përgëzojnë Erin. duke ecur në rrugë, duke ecur në rrugë edhe ata i thot njëri të lutem kalo edhe e mbajnë për shumë kohë këtë gjën kështu dhe kur hapet plani pastaj janë të gjithë britanikët në aty qytet që bën një të gjë. Të lutem kalo ti, Ja, të këtë lutem. video kalo. do ketë parë edhe Eri. Respekt për ty. E kemi videon? Nuk e kemi. Pa e lëm për videon. ditë tjetër Ne video. do ta lëm për një moment s'e tjetër. kemi. Ishte kjo Po, video jo, që ma, thash ja, e lëm unë. për herë tjetër. E thash Pero unë. por ke? E thash unë, ata e thash unë. Nuk donte Franci. Vazhdo ti se po i lutem për gjithë. Atëherë, Mund ta kemi ne. miq të 104.6 Adro Miqër. Travel dhe Premium Channel na ndoj që në zgjohu po deshe ishim bashkë që në orën 7 deri tani me rubrikat tona dhe do ritakohemi prap E nesër. po si jeni zgjuar deri tani nuk kemi ç'ju bëjmë. Hajde mos zgjohuni Ora tani. është 9:30, besoj që janë zgjuar. Zgjohuni tani. Dhe ju falenderojmë shumë që na ndoqët, takohemi prap nesër në orën 7 me Zjo po desha. Muaj të Bye, mbar, bye. ditë të mbar, miru pafshim.